Befasia i zuri vendin Shërnajës tradicionale, një pakt që ende nuk dihet se çfarë fshen nga pas, mundsoi dakordsinë e rrallë mes PS e PD për rezolutën e integrimit, ndonse prej kohësh në çdo foltore të mundshme, demokratët sulmonin me gjithë arsenalin e tyre mazhorancën qeverisëse për procesin e integrimit, krejt papritmas, sot në seancë tonë të ulën dhe procesin e bllokimit tradicional të foltores nga të djathtët e zëvendësuan habitshëm zënkat me socialistëve. Ndonse publikisht, Partia Demokratike mori meritat për variantin e ri të rezolutës së integrimit, duke e cilësuar si 90% të draftit, propozim të opozitës, ana tjetër nuk ju kundërvu, siç zakonisht ndodh, por krejt habitshëm lëvdoi dakordsinë e arritur. Kreu i grupit parlamentar socialista Oland Balla, i cili ishte kumbari i pajtimit së bashku me Bardhin nga pala tjetër, përmes një postimi vlerësoi opozitarët ndërsa i dha merita dy kolegëve të tij, Romina Kuko e Erion Malaj, për marrëveshjen e arritur me PD-n për rezolutën e integrimit. Kushdo që e gjykon me mendje të ftohtë, nuk i beson do të lehtë dakordësisë mes PS-s e PD-s për hir të integrimit, pasi koha ka vërtetuar të kundërtën në këto 3 dekada. E megjithatë, duke mbetur tek integrimi, qeveria shqiptare ndonse nuk e pranon publikisht, vazhdon të jetë peng në fazën e ndërmjetme të negociatave në Bruksel, duke mos arritur të kalojë raportin e IBAR. Shqipëria nuk po e merr aprovimin e Brukselit për një ndër fazat më të rëndësishme të procesit, siç është ai i themeloreve, ku futet funksionimi real i shtetit ligjor, drejtësisë dhe institucioneve demokratike. Dhe në këtë pikë, vetë kryeministri i është dashur të shkel publikisht mbi premtimin e dhënë në fushat, i cili parashikonte vitin 2027 si afatin përfundimtar për mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Vetëm pak ditë më parë në aktivitetin e mbajtur për ditën e Europës, ku në krah kishte ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato, Rama deklaroi se afati i premtuar mund të mos arrihet dhe se negociatat mund të shtyhen deri në mesin e vitit 2028. Të rikthehemi te parlamenti. Për t'i dhënë pak ritëm një seancë që po i ngjasonte parlamentit suedez, mjaftoi një deklaratë e Berishës nga foltorja e kuvendit, e cila rihapi plagët e brendshme në Partinë Socialiste. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. E hidhur dhe me spond ishte edhe përgjigje e Spiropalit, e cila i tha Berishës se praktikisht është ai që e mban në këmbë qeverinë e Ramës. Sali je i pabesueshëm, sepse njëkohësisht je edhe denoncuesi më i madh, edhe garantuesi më i madh i sistemit. Por replika kulminante do të shënohej mes kryeparlamentarit Niko Peleshi e ish ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, sot kryetari i Komisionit të Ligjeve. Kërkesa për të drejtën e fjalës për t'u përgjigjur Berishës solli përplasjen mes dy socialistëve, ndërsa termi miqësor Niko i Manjës ndaj Peleshit nuk u mirëprit nga ky i fundit, i cili i kaloi radhën e fjalës Ballës. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Sa kaq demokratët krahas aksionit në rrugë e atij në parlament, të cilët shpesh herë konfuzohen, u përgatiten edhe për zgjedhjet në parti. Në 23 maj, demokratët do të vendosin për kreun e partisë, ndonse në listën e votimit do të jetë vetëm emri Sali Berishës. Skualifikimi i disa kandidaturave ka sjellë debate të forta, ku kryesori në reagime ka qenë Ervin Saliani. Përtej kësaj zgjedhjeje që nuk rezervon asnjë surprizë, në 6 qershor do të mblidhet kuvendi kombëtar, i cili do të zgjedhë Këshillin Kombëtar, që më pas vendos për kryesinë e re të PD-s. Struktura e re e kupolës së partisë pritet të sjellë pushtjellime të zjarrta të demokratët, ndërsa rishikimi i statutit të partisë mund të rezervojë edhe surpriza. Në fakt, surpriza më e madhe që demokratët presin prej kohësh nga kupola e PD-s është ngjitja në fronin e pushtetit, shije të cilën e kanë harruar që prej 2013-s. Si dhe në çfarë forme mund ta mundsojë këtë qëllim leadershipi i Sali Berishës? Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur këtë të njëjtë në Quo Vadis. Kemi kaq shumë vite që themi për çështje të rëndësishme si integrimi, arsimi apo qoftë edhe shëndetësia, shumë çështje tjera apo edhe drejtësia. Politika duhet bëhet bashkë, duhet flasin në një zë, e kur bëhen bashkë themi kanë diçka këta që u bën bashkë se nuk janë kaq të lehta këto punë. E njëjta ishte retorika edhe ditën e sotme në parlament ku PS-ja dhe PD-ja u bën bashkë për çështjen e integrimit. Do t'i diskutojmë mbrëmjen e sotme, por jo vetëm to. Do diskutojmë
më gjërësisht edhe për integrimin, për zgjedhjet në Partinë Demokratike, edhe drejtësia nuk ngelet pas. Sot me mua në studio është bashkuar Xhelal Mziu, deputet i Partisë Demokratike. Me mbrëma zoti Mziu, faleminderit shumë që jeni në Kuovadis. Armir Shkurti, gazetar, MC në televizion. Me mbrëma Armir, faleminderit shumë që rikthehesh në Kuovadis. Aldin Kaziaj, avokat, me mbrëma Altin, faleminderit shumë që rikthehesh në Kuovadis, dhe Klevin Muka, gazetar News 24, me mbrëma Klevin, faleminderit shumë që je në Kuovadis. Zoti Mziu, ç'a ndodhi me ju që nga protesta tek këto sulmet e vazhdueshme, sot duket sigurisht që ju palme një pjesë të socialistëve dhe ishte sherrri me socialistëve. Ç'a ndryshoi që u bët bashk kaq paqësisht? Nuk besoj që ishim bashk në aspektin e diskutimeve, kishte mbi 5 orë debat që po bëj. Absolutisht i vetëm ditën e sotme, po gjatë gjithë kësaj periudhe për shkak të raportit të Këshillit të Evropës për 2025-ën, e cila ka gjetjet pafundme për mos plotësimin e standardeve nga Shqipëria, apo raporti i Dashit po prap që tregon hapa mbrapa të Shqipërisë, kanë qenë kryefjala jo vetëm e ditëve të fundit, por edhe seancës së sotme. Natyrisht aty kishim bërë me një rezolut e cila brenda saj ka të përmbledhura gjitha problemet të cilat janë të konstatuara, dhe që me pa tjetër nëpërmjet kësaj rezolute vjen dhe afate, vjen dhe tavane, po themi, apo vjen dhe barriera për qeverinë që duhet i plotësoj për të vazhduar më tej. Nuk mundej, po themi, opozita që të lunte një rol, kujtoj si Edi Rama në vitin 2012, ku përdorte si kauz një kryetar të Këshillit Qakut të Firit dhe bënte bllokimin e 3 ligjeve të cilët mund ta kishin përshpejtuar shumë herë më shpejt, po themi, antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, nuk mundej që ne, po themi, të bëshim një barrierë për t'i dhënë, po themi, oksigjen kryeministrit për të drejtuar gishtin që është opozita ajo që na bojkotoi ose na krijoi këtë problem për të mos shkuar në Bashkimin Evropian. Keni qenë ju që në fillim ka ishte vendosur që për gjëra të tilla siç është integrimi do i jepni dakordsinë në çdo lloj momenti, apo kishte një lloj tërheqje vëmendje nga ndërkombëtarët që ju detyroi të shkoni drejt një hapi të tillë? Partia Demokratike është e interesuar që Shqipëria të shkojë një orë më parë në Bashkimin Evropian. Thjesht kur ti futesh në familjen e Bashkimit Evropian, nuk mund të jetë Shqipëria një kaos siç është ditë sot, ku nuk funksionon ligji, ku grupet kriminale janë parsore, ku shteti, partia janë të unifikuar në një, ku krimi zgjedhor është në kulmin e saj, ku grupet kriminale apo kartelet e drogës janë bashkëpunëtor, me qeverinë absolutisht aderimin në Bashkimin Evropian i cungon, i eliminon këto problematika. Të gjitha këto mund të kishit përdorur për të thënë jo, për mos u bashkuar në rezolut. Absolutisht ne i kemi thënë, por rezoluta nuk është një okej që ne i dham Edi Ramës. Ne dhe njëherë kemi shprehur të gjitha shqetësimet tona dhe brenda rezolutës është e imponuar, po themi, teksti i rezolutës, që më shumë se sa 80 apo 90% prej saj janë kushte të paracaktuar nga Partia Demokratike që duhet i plotësoj qeveria. Armir, si të duk parlamenti sot edhe kjo dakordësia mes PD-s dhe PS-s? Sot pada një lloj, po themi, kënaqësie që nganjëherë ta bie dhe mosha. Për shkak se ka një proverb nga këto zen, që thot, rrim buz tuaj se ta sjelli lumi kokën e armikut. 2-3 muaj përpara në një studio televizive, në një panel, kur unë thash që politika shqiptare për disa çështje thelbësore duhet kishte bërë një konsensus patjetërsueshëm këto 30 vjet. Pra çështja e integrimit. Si ishin dakord disa në qeshën aty, po si bashkë ne. Sot koha më dha mua të drejtë. Dhe për të shtuar diçka zotit Mziu që natyrisht ai di më mirë se unë, Berisha kur do hynin në parlament dhe kur diskutohet do hyni apo jo, Berisha për ligjet që kanë të bëjnë me integrimin tha do t'i votojnë. Pra ishte në si dush në koherencën e vet. Unë me gjithë
vredjet që kam për politikën përgjithësi, natyrisht kryesorën për pushtetin, por edhe mënyrën se si bëhet opozit. Jam interesuar personalisht, si grup shoqëror dhe si kom, që për disa gjëra që janë thelbësore, nuk mund të ketë të majtë të djathtë pushtet opozit. Është Shqipëria. Shiko, nuk po e them në formë kështu patriotike. Jo, realisht. Është interesi më i lartë i të gjithë ne. Interesi më i lartë i të gjithë ne është do hym BE, s'do hym BE. Në qoftë se të gjithë bijem dakord të hym, të gjithë do të themi po, çfarë janë ligje integrimi, nuk kanë diskutim. Në qoftë se themi jo, është kundër nesh, do të themi çfarë janë ligje integrimi, nuk do të votohet. Por kjo nuk është çështje që gjithmonë neve duhet të fillojmë, duhet të themi. Pra, sot unë nuk është se pash ndonjë wow në politikën shqiptare. Politika shqiptare është bërë edhe tek reforma drejtësi, pavarësisht se një pjesë është bërë pishman sot. Dhe për votimet të tjera janë bërë bashkë dhe kanë votuar bashkë. Po të reforma në drejtësi, presioni ishte i hapur, ju duhet shkoni të votonin atë ko. Në rastin konkret, mendon se është presioni brendshëm, jo, është presioni brendshëm apo ka sinjale nga jashtë që duhet shkoni? Nuk miratohet dhe nuk votohet, dhe është një njollë që pastaj do të përmendet gjatë gjithë vazhdimit politikës, do thonë ja, ju ishit kundër integrimit. Po çfarë sjell kjo rezolut në fund? Domethënë çfarë? Është një akt politik, në qoftë se do t'i referohemi një momenti. Ishte Zonja Vokshi që tha 90% e rezolutës janë tonët, pra ne. Në këto raste, këto janë akte politike ku të gjithë kërkojnë marrjen kapital politik. Nuk ka rëndësi. Është një rezolutë e cila shkon në institucione ndërkombëtare, duke shkuar me votën e të gjitha palëve, i shërben këtij procesi. Tregon një lloj pjekurie qoftë edhe politike. I shërben këtij procesi, ka gjë teknike. Unë nuk mendoj se është në një hap ose hop në politikën shqiptare. Ishte një akt, ishte një çast. Mendoj që ishte shumë mirë që u bë, absolutisht bën mirë të gjitha palëve, pa ndërprerë luftën politike, se unë nuk mendoj që bën kresh protesta që është kundër regjimit, narkoshtetit, me radhë ato që thot Berisha dhe Qisolli dhe Zoti Mziu. Nga ana tjetër, kjo është për te. Ka që mos e zgjas. Klemin, ndonë që është thjesht një pjekuri politike në këtë moment, apo ka diçka pas? Mund pasoj kjo edhe marrëveshje të tjera të cilat mund përfshin edhe drejtësinë. Pa dashur të tregojmë cinik, po nuk besoj se procesi integrimit është varur edhe ka çaluar te fakti që njëra nga palët në kuvend, opozita në këtë rast, nuk ishte dakord dhe prandaj kemi bllokuar edhe prandaj komisionerja për zgjerimin ka shprehur pakënaqësitë e saj edhe prandaj nuk është paraqitur për këtë vit edhe raporti i Barit, apo prej kohësh Komisioni Evropiane ka bllokuar vetëm për këtë shkak. Ky është një akt politik që më shumë besoj i shërben Partisë Demokratike, dhe unë e shoh si një akt pozitiv për Partinë Demokratike, sepse në një farë mënyrë rrezon diskursin e socialistëve që deri më tani ka qenë sabotator opozita për procesin e integrimit. Pastaj për vlerë reale mendoj që është një akt i pavlefshëm përtej kufive tanë. Pra, përtej angazhimit të gjitha forcave politike dhe një qasje pozitive ndaj procesit integrimit, pra një lloj uniteti në raport me ndërkombëtarët edhe me çështjet e rëndësishme të Shqipërisë, besoj që nuk ka vlerë përtej kufive tanë. Altin, në aspektin juridik, mendon që ka ndonjë vlerë kjo rezolut, apo është thjesht akt politik? Pa tjetër që ka vlerë, se është edhe vlerë, të themi, treguese deri diku mesazh i dhënë që opozita u bë bashkë në të mirë, të themi, të interesave kombëtare, por fakti është që politika vetvete është profesion dhe duhet të jetë e tillë. Pavarësisht se është një lojë, të themi, deri diku me skenare, secili kërkon të marrë atë kredon politik më të mirë të mbështetësit e vet. Po, në fundit është profesion. Dhe profesioni duhet ushtruar me profesionalizëm. Pra, nuk mendoj se opozita duhet të mungoj kur është rasti për të thirrur për këto çështje të kësaj natyre. Opozita mund të ketë gjithë rezervat e veta lidhur me qeverisjen, ketë qeverisjen, ato gjitha që tha Zoti Mziu nuk e heq as në presje, bandat kriminale, korrupsionin, dhe nuk është kjo rezolut, të themi që është treguesi i qartë i një rrugtimi drejt Europës, është diçka që tregon që ka unitet
Po, treguesi qartë drejt rrugtimit për drejt Europës është dhënia e autorizimit për të hequr lirinë e personave që kanë pushtet dhe personave që administrojnë taksat e qytetarëve. Dhe kur nuk jepet autorizimi nga parlamenti, aty është një ndalesë shumë e madhe, pavarësisht të rezolutave që nënshkruajnë palët, mosdhënia e autorizimit për heqjen e lirisë të një ofiçarit lartë është ndalimi në vetvete. Dhe është brapa ktheu, nuk është rezoluta. Rezoluta, okej, është një akt demonstrativ në thonjza deri diku të një uniteti të dy forcave, mbase në të mirën tonë, nuk e dim nëse do të jetë në të mirën tonë, po është një gjë krejt minimale. Mua personal mu duk sikur të paktën referuar deklaratës kryeministrit ku vetëm për procesin e mbylljes së negociatave u shtya fati nga 2027, tha që mund të kemi një shtyrje në 2028, mu duk si një karë që Partia Demokratike mund ta përdorte shumë politikisht. Apo qofte edhe çështja e zënjes Balluku ditën e sotme, patjetër për të votuar pro, po çështje të cilat politikisht mund të përdoreshin. Ndërsa sot më duk sikur zoti Mziu më shumë ju argëtoheshin ndërsa socialistët konfliktoheshin me njëri tjetrin. Historia e Europës u bë si historia e Edi Ramës me premtimin e 24 orëve ujë. Ne e dim që është fake news. Është mandati 4 që premton 24 orë ujë në ditë, zoti Rama, dhe akoma vazhdon. Mos edhe në zotit tjetë dhe një mandat të 5, se prapë të dëgjojmë për... Edhe kuj procesi jonë integrimit... Po edhe ne që duam 24 orë ujë. Dhe ne shumë kërkuesi jemi si popull, këtë drejt. Po ta shohësh gjatë gjithë bisedës që është bërë njëherë rikthehem që u bën diskutimet e Partisë Demokratike, në asnjë moment nuk pati, po themi, një flirt midis Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Nga folsi parë drejt e ki fundit, nga minuta e parë deri në minutën e fundit, sepse ishte paracaktuar, vetëm 5 orë ishin debat në lidhje me këtë çështje, janë targetuar problematikat konstatuara, po themi, nga mos plotësimi i kushteve, nga standardet të cilët kanë pësuar hapa mbrapa, mjafton po shohësh vetëm korrupsioni. Ishte në vendin e 80, vajti në vendin e 91, 11 vende të lëvizi në një vit për shkak korrupsionit, të nuk e amniston dot as rezoluta, nuk e amniston as një person tjetër në Shqipëri. Pra, janë gjëra të cilët aty do ngelen dhe nëse qeveria nuk ndërmerr hapa, absolutisht ajo që e pëson nuk e pëson as Partia Demokratike, as Partia Socialiste, e pësojnë qytetarët shqiptar, e pëson Shqipëria. Pra, Partia Demokratike absolutisht është këmbgulse në problematikat që janë sot për shkak kësaj qeverie, është absolutisht në rezonancë plot, po themi, qoftë me Departamentin e Shtetit Amerikan, qoftë me rezolutën ose me raportin e 2025-ës ardhur për Shqipërinë, e cila po prap në aspektin e zgjedhjeve e konsideron zgjedhjet më të këqija të zhvilluara ndonjëherë në 35 vite, që partia, shteti, grupet kriminale nuk kanë vijë ndarse njëra me tjetrën, ka probleme të tjera të cilët, siç është në raport me mediat, ku mediat ose duhet të jenë në krahun e kryeministit, ose për ndryshe ato targetohen, apo të tjera probleme të cilët kanë qenë zëri i opozitës gjatë çdo seance apo çdo ditë, dhe jo më kot, po themi, që nga dhjetori dhe drejmë sot ne jemi në protest për këto problematika që sot ka Shqipëria, dhe ajo çfarë e tha dhe ju pak më përpara, nuk është më ajo ligjërata e kryeministrit që sa herë që bën zgjedhjet thot Shqipëria 2030, Shqipëria 2027, sot e ndryshoi 2028-ën, pra çfarë thot me këtë lloj tendence, kryeministri do të fillojë thot për 2020 apo 2050. Duket sikur gjithçka që ju përmendi zoti Mziu, kur vjen puna nuk kapitalizohet dot nga opozita për të krijuar një ortek zemërimi qytetar për të ndryshuar situatën. Dhe ju përmendët protestën, u bë protesta e datës 8 maj, ditën tjetër doli zoti Berisha dhe përmendte vetëm raportimin në mediat ndërkombëtare. Patjetër që edhe raportimi në mediat ndërkombëtare është një efekt, por ndryshimin e sillin qytetarët shqiptarë, ata shkojnë për të votuar. Sa mendon Armir që po arrin
opozita të kapitalizojë të gjitha këto probleme që edhe zoti Mziu përmendi pak më lart? Nuk mendoj se ka arritur ti kapitalizojë. Dhe kur themi opozita, le të hapim çik. Jo, nuk po them vetëm Partia Demokratike, opozita në tërësi, po. Unë mendoj që, dhe kam thënë, para zgjedhjeve këtu tek ti, pas zgjedhjeve sot e me radhë. Do kemi zgjedhje prapë, do të themi. Që karburant për të, jo për molotov, për të rrëzuar establishmente, më lini ta them establishment, se nuk është vetëm pushteti, janë bashkë. Ka sa të duash, ka hallë dhe probleme. Puna është si menaxhohet. Tani unë mendoj që kemi zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike, ose votimet për kryetarin e Partisë Demokratike, pas kësaj fillon fushata për pushtetin vendor, dhe një vit ne do të jemi të orientuar këtu. Që mendoj që nuk do t'jetë... Do sjellni ndonjë gjë ndryshe? Jo, unë nuk mendoj që do sjellë ndryshe, po më leo që më kujtë tek pjesa e kapitalizon opozita. Keq më vjen për Adriatik Lapaj që qëndroi 100 ca ditë në të ftohtë jashtë. E mbylli si lëvizje politike dhe u kthye me garush dhe nafte. Pra në OJF. U kthye, feja thot foli popullit me gjuhën që kupton. Nuk është gjuha e naftës, ku di unë, domates, me djath, ajo që do populli shqiptar. Çfarë do ai sot? Atëre, unë personalisht, ose ne që jemi këtu, që jemi shtrese mesme, duam të dim, në qoftë se ne duam të hapim një biznes në Amerikë, shkojmë, marrim një licencë, na jep shteti mundësi, shteti, strukturat, do më thënë banka, të jep orientimin dhe gjithçka, të ul taksat, të heq taksat, dhe ti ecën dhe realizon në ëndrën amerikane. Në qoftë se unë si Armir duhet të hap një biznes, duhet një deputet, ose një ministër, ose të jem pjesë e një strukture të caktuar, për ndryshe, unë vdes nuk e hap dot. Dhe unë këto dua. Ti duhet fillimisht të lutesh që të punoj i Albania, se sot kishte rënë dhe sistemi, tani s'është nga kjo që të regjistrohet, pastaj. Tani problemi është, sistemi politik s'funksionon, drejtësia nuk funksionon, sistemi ekonomik është monopolist. Dhe mua më duhet që opozita mua të më bëj platformë dhe atë fet që do të përfaqësoj. Se ka dhe një gjë, Partia Demokratike është një parti e cila duke qenë në qendër kap shumë probleme. Tash gjithë partitë e tjera duan të bëhen Parti Demokratike në miniaturë. Dhe të gjitha fillojnë si Partia Demokratike që ne do marrim qeverinë, ne do marrim pushtetin, jo më vëlla, ti ka vetëm një fet, një segment caktuar. Me që mora Lapajn për të qenë i ndershëm, Pasha Gronshehajn, kështë vajtur në protestën e Riollit. Pasi mori edhe firma për të mbrojtur sistemin e drejtësisë, çfarë bëri me ato? Dhe kush e kërcënonte sistemin e drejtësisë? I mori ngelën ato firmat, pra u bë lëvizje politike që ky është i angazhuar shumë me këtë. Pastaj ky është i angazhuar me protesta. Po përfundimi, po oferta. Si zgjidhet? Oferta mos nuk është problemi si zgjidhet. Unë mendoj që do të bëj këtë gjë, do të çmontoj, unë do të vim pushtet dhe do të çmontoj, do të krijoj ligje antidumping, antitrust, anti-monopol, që do të çmontoj, do të krijoj këto mundësi. Nuk më ofron njëri, gjithë thonë do heqim Hajdutin. Të gjithë. Dhe teza do heqim Hajdutin i ka dhënë imunitet shumë pushtetit. Që shpuna mirë do heqish Hajdutin, për çfarë garancie kam unë që ju këtej sjeni Hajdut? Dhe që një pjesë vinë nga jeta normale shqiptare, se cili nga ne, dikush ka vënë dritare pa leje, dikush ka dhënë një rishfet. Dhe kush është ky mesia që do të zbresë të hedhë Hajdutin? Ne nuk kemi problem të hedhë Hajdutin. Ne kemi problem të ndërtojmë sistemin. Pra, Hajdutin a ka vjedhë sistemin e duhet rimarim sistemin. Dhe kjo ofertë nuk po jepet. Dhe njerëzit nuk po vinë, pikërisht se nuk e ndjen këtë përfaqësim. Pra, unë, ju do dalim në shesh kur të shohim që kjo forcë, ose kjo aleancë forcash, na jep këtë ofertë. Na jep këtë ofertë. Këtë mendoj unë që ndodh. Dhe për të i vënë një pikë me... A shkon oferta paralelisht dhe me njerëzit? Si me njerëzit? Sepse, ja ta themon, në zgjedhje kishte një program Partia Demokratike. Arlin Qori kishte një program mirë fryt. Arlin Qori kishte një program, por ti kur shikon që këto ofertë ta japin disa njerëz të cilët janë provuar në pushtet. Jo, nuk jam dakord. Ka lidhje, okej, prandaj të pyes, ka lidhje kjo? Se ne këtë problem kemi. Paragjykimin. Edhe kur diskutojmë për zgjedhjet ose votimet për kryetarin e
Partisë Demokratike, themi se bën asnjë më mirë se Berisha. Dhe nuk themi s'ka asnjë program, as Berisha vetë. Çështja është, ato programe që unë i kam parë dhe ne kemi diskutuar dhe këtu, asnjë nuk është realist nga ato programe. Të gjitha janë program, do ulim taksat kaq, do bëjmë TVSH kaq, do të bëjmë këtë. Ndërkohë që programi sot është, unë po e them dhe njerë, unë e ndjen që është çështje sistemi. Ata që ndjen që është përqindje taksash, le të shkojnë votojnë dhe ka shkuar ka votuar. Se kanë marrë dikush 80.000 vota, dikush 60.000 vota, dikush 10.000 vota, se ka besuar në ato programe. Unë dua një program i cili të ndryshojë sistemin. Dhe kur unë ta shoh këtë program, do të shkoj do të dalë në ballë. I dyti, se të parit dua ato që po them edhe unë dy fjalë në lidhje me kapitalizimin. Nëse do të kishim qenë në një shtet normal, absolutisht mund të thuaj që opozita nuk e kapitalizon. Po themi as procesin e votimit, as procesin e revoltës, as të pakënaqësisë, as dhe atë të shpalosjes së një platforme. Po ju jeni dëshmitar. A ju kujtohen zgjedhjet të paktën të vitit 2025 me 11 maj, kështë zgjedhje normale? A kështë platformë të mirë se sa kështë Partia Demokratike, ku unë isha në terren, shkonja për të takuar, po themi qytetar, kishte nga ato që merrin 15.000 lekë vjetra, 20.000 lekë vjetra, maksimumi 60.000 lekë vjetra në muaj, dhe i thonja aden, po themi në takim, dhe thonte nuk vi dot se më heqin ndihmën ekonomike. Ndërkohë, ne kishim një platformë që i thonim, ndihma ekonomike do të jetë 200 euro. Një person që është i pa punë do të ketë 200 euro. Një pensionist do të ketë një pension jo më pak se sa 200 euro, se sot merr vetëm 60 apo 70.000 lekë një pensionist kooperative, po themi apo që s'ka vitet. Po pse s'ju besuan ata ju? Jo, nuk ato na besuan ne. Po pse nuk ju votuan pra? Përdorimi i parave, përdorimi i prokurorisë, përdorimi i policisë, shantazhimi ndaj personave. Nëse Shqipëria do të ishte në 10 lira si në Kosovë, si në Maqedoni, nuk po bëna me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, absolutisht ne do të ishim mazhorancë dhe do të ishim në pushtet. Për shkuar, po themi, te kapitalizimi i protestës tani. Më gjej mu një vend tjetër, ne kemi bërë 8 protesta, kishim zënë kryeministrën që ju dërgua, po themi, fletëthirrja, ju për t'i hequr imunitetin, dhe përdorëm të 83 kartona me vota të vjedhura, të cilët e shtynu duke vajtur 2 herë gjykatë kushtetuese, pastaj mbledhi grupin parlamentar dhe i vendosin rrjesh dhe tha vota do të jetë kundër. Ndërkohë që pak më përpara ai thonte që gjithë ato të cilët do të jenë kontingjent i prokurorisë do të hiqen nga pozicioni i ministrit apo zëvendës kryeministrit apo kushdo qoftë ai dhe do t'i japë leje. Nuk ja dha lejen sepse pas ti e kishte radhën kryeministri. Dhe ndërkohë u ngritën Partia Demokratike në protesta dhe më thuj mu me gjej një vend tjetër në botë, po morim Brukselin, po morim Athinën, po morim Parisin, po morim Madridin dhe ku do që bën protesta ku ke pa një sjellje disproporcionale, policë pa fund, po themi gaz lotësies, madje edhe nga ato që përdoret për kafshët e pyllit, dhe ndërkohë topa ujë duke përdorur sikur ishte në një luftë vërtet dhe kush është ai, po themi që mund t'i rezistoj kësaj sjellje, po themi disproporcionale si në asnjë vend tjetër të botës. Zoti Mziu, shpresoni që do ndryshoj, do ketë një qasje tjetër, domosë më duket absurde që kemi 8 protesta kombëtare, ne jemi në njëjtat kushte do jemi pra garantoj. Pra, është e njëjta formë dhe presim reagim ndryshe. Ose opozitës, këtë gjë duhet ta kërkojmë vetes tonë. Po ne jemi qytetarë të këtij vendi. Po të dilni ju dhe unë. Po të dalim ne, po dalim ju. Ku të dalun? Sigur, kur të shihni një palishmëri. Unë kam një rol në shoqëri, o zotëri, unë tash do marr rol tjetër për çfarë roli keni në shoqëri? Unë jam gazetar, gjithë kemi një rol në shoqëri. Po si thua, përveç se jemi qytetarë, do kemi edhe një rol tjetër. Po jemi qytetarë së pari. Nuk mund të jem i angazhuar politikisht në punën që bëj. Një familjar, nuk del dot një familjar për shkak përdorimit gazit lotësisë. Kush është ai që del me përdorimin e tij? Absolutisht jo. Se mbas edhe s'duam, mbas edhe kemi dalë. Nuk është kjo për llogarim nepse. Nuk është në kemi personal. Unë jam i person që ka dalë, kështu që edhe unë kam dalë këtu në protestë. Tani diskutojmë kapitalizimin, lutem. Opozita ka rolin e vet, po jo tash. Po diskutojmë kapitalizimin. Të gjitha ato që thatë ju janë 100% sakta. 100% sakta. Narkoshtet, përdorimi kësaj, përdorimi asaj. Problemi është në qoftë se ne i themi, edhe Molotov,
Vim radhën tjetër hedhim prapë Molotov. Vim radhën tjetër hedhim, dëmtohemi ne. Nuk kemi ne interese të dalim, as unë, as familjarët e mi. Po s'kemi hedhur Dhe kapitalizm, po mirë ka hedha i policisë. Po ta shohësh të paktën Lutem, le të marrë argument, dakord, e heqim Molotovin. Problemi është kapitalizimi që thot kolegja i protestës ose i revoltës është. Ne na duhet përballë këtij narkoregjimi, cila është antidota, cilat janë masat tona, cili është mobilizimi, se ne po e shohim që 8 protesta, si thot kolegu, radhas, me të njëjtin skenar, thjesht kanë krijuar në botë perceptimin që këtu ka protesta të dundshme. Ka që ka bërë. Ndërkohë që me perceptim duket se njerëzit nuk e kanë fort me qef me dalë më. Ndërkohë, zoti Berisha, kur filloi mosbindja civile, tha ka shumë format mosbindje civile. Tani, unë jam i prirur të besoj që do të filloj, ndoshta mbas zgjedhjeve në Partinë Demokratike, një gjëre. Por edhe nëse nuk do të filloj, do t'ju lutesha të ndodh kjo gjë, sepse ekziston gjitha energji opozitare, e cila, nëse ne themi thjesht, këta vjedhin votat, këta blen votat, këta narkoshtet, dhe ne kemi një Sali Berish, dhe njerëzit shkojnë mbrapa, ne demoralizojmë njerëzit, nuk ka shpresë. Është dorëzim, ky është dorëzim. Pra ne na duhet një platformë nuk po themon, se u diskutu kot pjesa e programeve politike. Nuk janë të rrallë shqiptarët që shkojnë për programe politike. Dhe janë të rralla programet politike që janë realiste. Programet politike bëhen... Mund ma thuash mund një platformë që i jep mundësin Ballukut për të shkuar në prokurori si shkojnë gjithë tjerët. Së dyti, me jep mund një platformë që qytetarët të dalin dhe të votojnë, të protestojnë, siç protestojnë gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Po ta jepja unë do t'isha unë vend kryetarit tënd. Shiko, kur unë kam sa ide si bën. Që veprimet që ti bën nuk janë normale, atëherë nuk janë normale. Mjep ti një normale. Nuk janë normale. Unë kam thënë këtu edhe kam thënë kudo. Ky shtet i ka kaluar totalitarizmin. Çfarë do të bënit ju nëse ju do të ishit drejtuesi i opozitës? Jo, zoti Msiu, ja do të jap një shembull. Pra ju dilni gjatë gjithë kohës dhe thoni ne do rrëzojmë Draman, qeveria e korruptuar Zonja Balluku. Atë qëllim ka përzuar mazhoranca. Por nënat me fëmijë, të cilat kanë probleme me arsimimin, problemet me shkollat që mbarojnë shpejt, probleme me after school që duhet i çojnë pas, problemet me sigurinë, nuk e gjejnë vetet përfaqësuar tek ju. Ju nuk keni një forum, ju nuk keni një forum gruaje që të dalë dhe të flasë për problemet e grave, për problemet e nënave, për problemet e fëmijëve. Ore një strukturë, mblidhen disa gra bashkë dhe diskutojnë cilat janë problemet dhe cilat janë zgjidhjet që ne ofrojmë. Dhe t'i ftoni gratë bashkë me fëmijët të dalin një ditë në protest. Këtë gjë ta organizoi opozita dhe s'ka nevojë për Molotov. Mjafton marrësh një kokër domate që ka vajt 2500 lekë kilja apo një kokër vezë që ka vajt 400 lekë kilja dhe forma e protestës është më e fortë se sa Molotovi. Ju duket sikur thoni vetëm do të heqim me Tiranën dhe Balluku dhe duket sikur gjithë problemet e tjera për pensionistët, për gratë, për fëmijët, për shkollat, për adoleshentët e keni humbur fokusin nga baza. Kështu mendoj ju. Nuk është e vërtetë ashtu si thoni, ja po ta shpjegoj. Në vitin 2021 të paktën që kam qenë drejtues politik dhe në vitin 2025, Partia Demokratike ka patur një platformë të detajuar për të gjitha shtresat edhe qoftë ato vulnerabël apo të gjithë sektorët e ekonomisë, të cilët bënin një diferencë të jashtëzakonshme. Unë mbaj mend që përveç vitit 2013 që Partia Socialiste ka dalur me një platformë që do të ketë ujë 24 orë, që do të ketë ujë vadic, po themi në çdo parcel, që do të dyfishohen apo trefishohen paga, pensione etj, nuk mbaj mend dajrën e vitit 2017, mbaj mend, po themi, kërcimin e vitit 2021, mbaj tallavan e 2025-s, më thuj, kurse Partia Demokratike, jo vetëm në rastin e zgjedhjeve, por në mënyrë permanente, nëpërmjet departamenteve të saj, ka organizuar, po themi, workshope, apo të tjera të cilët shpalos. Pra, ne themi që çmimi i naftës nuk mund të jetë 2.4 euro,
po themi duhet hiqet taksa qarkullimit sepse asnjë vend tjetër në rajon dhe në botë nuk e ka, të hiqet taksa karbonit dhe ndërkohë të shitet një lloj si në Kosovë, si në Maqedoni me 1.4 apo 1.5. Pra ne nuk kemi nevojë për shpikur rrotën, por ne themi, nëse ke bësh me karburantin, hajde të shkojmë si vendet e tjera. Nëse don pagën minimale, hajde të shkojmë si vendet e tjera. Nëse don pensionin, hajde ta bëjmë pagën sa vendet e tjera. Nëse ke të bësh me çmimet, ti e pedhe Uembo, jepte po themi sot që çmimet në Shqipëri nga viti 2021 deri në vitin 2026 janë rritur që gjitha me 60%. Më gjej një vend tjetër të botës që ka një rritje inflacioniste me 60% në 5 vite, në asnjë vend të botës nuk ndodh. Dhe ndërkohë qytetarët, po themi, edhe duhet të reagojnë. Edhe mediat duhet të bënë në një farë mënyrë avokatët. Ti shif kur bën protest Partia Demokratike, apo ka, po themi, ndonjë debat, nuk e japin mediat. Nuk e japin sepse janë kapura nga kryeministri. Mere lexoj raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit se çfarë thot për kapjen e mediave, për intimidimin e gazetarëve, për joshjen, po themi, të eksponentëve të tjerë të cilët ndikojnë, po themi, te procesi. Kush është ai biznesmen, po themi, që mundet që të jetë në krah me protestën, sepse zguxon se të nesërmen e ka policin, i ka tatimet, i ka doganat, i ka sekuestrat, i ka shkoni te bazë dhe shkoni tek qytetarët, biznesmenët, ju vin pas nëse shohin që ndryshon. Nuk është kështu që funksionon. Po nuk është diskurs fatalist. Unë kjo është thjesht pa shpresë, ne s'kemë çfarë bëjmë, ai jo, po ka një shpresë. Kjo gjitha kushtet gjitha. Ka një shpresë, janë shëret brenda PS-s. Se nuk ndryshoj unë. Se nuk ndryshon tjetri, pse këta janë shumë na brenda. Mund të bëjnë ne diçka. Partia Demokratike mund të japi një shembull ndryshe, mund të përpiqet cili është shembulli që do të japi partia. Po ne populli i çuditshëm ne i kërkojmë llogari opozitës. Po zotrinë na qeverisë ai është mandatikar. I kërkojmë mandatikar, pra ke qeverisë, po korrupsioni galopant, krimi galopant, po vritet njerëzit me këshën në shtatën. Po e bëjmë për ditat. Nuk po ta them, nuk bëjmë marrë personale me ty. Tani nuk duhet drejtuar ndonjëherë Gishin Avetja. Se më duket sikur fshihemi pas Gishtit. Pra nga vetja. Po pra, unë ndihem shumë mirë me çfarë kam bërë unë, ndihem qytetari i devotshëm. Shërbimi e bën dhe ti patjetër dhe jemi mirënjohës për atë, po fakti është shumë mirë personalisht, nuk mund ta dashohem politikisht pas politike dhe kjo është parim profesional është profesional dhe etik. Nuk mund shkelesh, nuk mund ta dashosh me forcë politike. Jo, si qytetar thashun, jo me forcë. Si qytetar, ka marrë maksimumin. A mund të bëjnë ndërhyrje? Se më duket sikur jam unë para përgjegjësisë. Me qenë se ju jeni dhe gazetar, po themi dhe i kronikës dhe i ngjarjeve, a mund të më thoni ju si ka mundësi, po themi, Sali Berisha, për një ngjarje të vitit 2007, 333 ditë ndenjë në arrest shtëpie, dhe që shkon një herë në 2 javë tek Spaku. Ndërkohë, zëvendës kryeministria që akuzohet për 1.2 miliard euro, që janë dhe faktorë ndërkombëtar që me akshin apo të tjera të cilët kanë lënë gjurmë tek vjedhja parave publike, por dhe të takspaguesve evropian. Nuk e kam tani po pra ju luni rolin e mazhorancës. Po bëni gjuhë pra të shkojë deri në fund. Po pra, një sekond. Pra, tani unë po them, si ka mundësi që përdoret forca kartonit dhe domethënë Sali Berisha për një ngjarje 2007-ës duhet bëj arrest shtëpie. Ilir Meta për një ngjarje të vitit 2011 shkon në burg, ndërsa Belinda Balluku duhet rri. Dhe tani opozita ka fajt që ajo nuk shkon atje për t'ju përgjigjur Spaku që krenohej kryeministri më përpara që thotë nuk është produkt as i amerikan, po është produkt i yni. Dhe kur i erdhi prapa shpinës kryeministri e targetoi dhe sot don të ndërmarrë veprime ligjore për ta nxjerrur jashtë funksionit, po themi, Spakun apo sistemin e drejtësisë. Kush është ai, po themi, person që punon në Spak apo në gjykat apo diku tjetër që mund të ndërmarrë veprime ndaj kryeministrit? Sot
kaloi një tjetër person që ishte te vettingu, që kishte bërë rolin e kryeministrit për të eliminuar gjithë ato persona të cilët ose kishin bidjet politike ndryshe, ndoshta dhe kishin dhe origjinën nga zona e Veriut, dhe ndërkohë sa iku nga vettingu, vajtje kapi një tjetër post me votat e mazhrancës. Edhe kjo është faji opozitës? Kjo është skandal mbi skandalin, e kuptoni që kjo është... Ose nëse ti thua që nuk bën opozita, jep një... As ligj, as moral. Unë mund të tregojmë drejt këtu, por kjo s'ndryshon asgjë për opozitën. Po jo, sepse e para, përse nuk vjen në debat, po themi bashkë me mu, një person i mazhrancës? Sepse nuk guxon. Nuk guxon për të ardhur dikush në trapez. Sepse edhe ju të mediave që vini, ju bëni rolin e qeverisë. Dhe ndërkohë nuk e kam një sekond. Një pra, si me thonë, dhe ju politikanët në hajdu gjithë. Jo pra të që ju të mediave. Ky ka emru, ka emru. Unë nuk e kam për debatin e sotëm. E kam unë për çdo debat. Sepse media është pasqyrë. Në qoftë se jo s'ke për ta marrë ti. Jo pra s'ke për ta marrë. Se s'ke ti drejt me thonë mediave që janë qeverisë mediave. Po s'është drejta jote më kur. Po aso s'pysh ty më. Po s'kam për nga mediave. Juve shikeni pasqyrë edhe shikoni çfarë surrati keni atje. E pas ka media. Që ka media ju ka marrë qafë media ju. Ka 5 vite që jam deputet. Vetëm një herë kam qenë debat me një koleg të Partisë Socialiste. Dhe në çdo studi që kam vajtur, pothuajse në të gjitha mediat shqiptare, kam patur përballë analistë të cilët luajnë rolin e qeverisë. Dhe unë po them kjo nuk është një drejt. Dhe një media duhet krijoj paritet. Pra, nëse ftohet një deputet i opozitës, duhet vi minimalisht një deputet. Ne do t'i marrim me dorë. Ne kemi thënë disa herë që nuk dalin për... Thujeni këte, që mazhranca kemi përtatur në studio. Në mënyrë sistematike kemi thënë. Dhe ky është favorizuar. Apo dhe këtu ka i deklaruar anti-pushtet. Nuk kisha gjë anti-deklaruar. Të ka ardhur një gazetar më kritiku dhe që ka paguar më shtrenjtë nga të gjithë oponentët me qeverinë. Ka ardhur një gazetar i cili po ta bëj që s'kemë atë punë. Sepse atë punë që bëjmë ne, marrim baltën dhe zhulin tuj. Po jam se s'kemi zhul. Se kur jeni unë pushtet, na thon klyshët e Saliut. Kur vjen ai jeni klyshët e këtij. Kemi 35 vjet që jemi klyshët do këtij atje. Shifni media është pasqyrë. Tani të themi gjë, me që më bëri pyetje. Qa do bëhet ti po t'ishe Sali Berisha? E para punës ne nuk jemi opozitës si shtatë dhe ju. Ne po i themi opozitës hajtën pushtet. Dhe jo për të mirën e këtyre, për të mirën tonë. Sepse është një pushtet i cili është kalbër, është një stagnacion i tmerrshëm. Dhe ne duam të ndryshoj. Por jo të ndryshoj për të ndryshuar. Pra ti ke një ajdut, edhe të vinë ca që nuk janë ajdut, por që nuk kanë organizim ose s'kanë demokraci për e partisë. Duam dhe neve flasim këtu, që këto gjëra, jo se neve i shajmë këta, ose urrejmë këta. Ne duam që ndryshojnë gjërat. Nëse një trapez konsumohen një gjëra dhe targeton vetëm opozitën, do të kelen mendje, se nuk do të flisë se kush është ndërmi juaj. A mund të thuash një qendrim për Partinë Socialiste lidhje me korrupsionin? Po më sa duhet. Në lidhje me intimidimin e mediave. E kemi temë. Në lidhje me shantazhimin sistemit drejtësisë. Në përdorimin e 83 kartonave, 86 kartonave që i ngritën kundër SPAK-ut. Po thuj për opinionin publik. Po pyesim, po do t'i them. Po jo, mos më thuj. Thuja opinionit publik. Po jo, thuja sonde. Po sonde më dakord, qa do them që është hajtë të thuja ato që thot departamenti i shtetit amerikan. Ato që thot e ka të raportin e 2025 që thot Bashkimi Evropian. Ashtu, tani, më pyete Sali Berisha qa duhet bëj? Jo, me jo, pyeta unë, nëse ti do t'ishe drejtuesi i opozitës, më thuj mu. Do isha drejtuesi i opozitës, do bëja ky gjëra. Ose kryengritje, po jo paqësore. Dhe pse them do bëja kryengritje? Në qoftë se ke vënë emrin narkoshtet, dhe me që do t'ja them unë që është narkoshtet, dhe që janë përzier bashk të gjithë fijet më të ndyra të korrupsionit, të mafjas, pas të rivit parave, dhe që lidhen tek një emër që quhet Edi Rama. Por ky nuk ishet me vot. Ky ishet me kryengritje, jo paqësore. Gjë që është e përjashtuar në sistem demokratik. Me që më pyet. E gjithë betejë ime, unë do të vija në Tiranë vetëm ditën kur kishte seancë parlamentare, Strasburg, Bruxelles. Të gjithë deputetët dhe kryesia e Partisë Demokratike. 2. E gjithë lista e mbyllur e Partisë Demokratike
Duhet ishte në teren, duke folur, duke mobilizuar njerëzit. E gjithë listën, se ka deputet që unë shef se që e kanë ala, nuk e kanë për ju, nuk e kanë për një 2-3, kam respekt për Klevis Balliun, për mënyrë aktive si është gjithkohës teren. Po ka të sa emra që s'duhet të nxjerrë nga goja, që vetëm kur i shoh është akoma që ka deputet ky? Dhe dua atë që është premtuar nga zoti Berisha, hapin e Partisë Demokratike. Jo hapin nga poshtë, hapin nga lart. Dua demokraci brenda Partisë Demokratike, si thua ti tjetrit ke vjedh votat, dhe jam dakord që ka vjedh votat, por jo vjedhur duke futur duart kuti, po me gjithë këto mekanizmat që thonë ju, se votat nuk vjedhin në Shqipëri datën e votimit. Votat vjedhin për 4 vjet me rresh, dhe atë ditë janë gjithë me aga të bardha. Dhe në qoftë se ti thua ti hajduti votave, bëj formalisht një fushat, një garë brenda partisë. Bëj një garë që neve të shohim që ky zotëri ka seriozisht qëndrimin ndaj votës. Me që më pyete. Ka dhe të tjera, po... Atëherë... Mos ta bëjmë debat personal. Nëse ka të bëjmë me sensibilizimin, po ja 3 fakte. Së pari, 8 rezoluta si asnjëherë tjetër në 35 vite ka për Partitë Popullore Evropiane dhe ndërkombëtare kundër qeverisë për atë se çfarë bën, si produkt i reagimit ndërkombëtar të Partisë Demokratike. Së dyti, kemi patur një delegacion të paktën nga 28 shtetet të Bashkimit Evropian, të cilët kanë ardhur, kanë bërë disa takime me opozitën për shkak të asaj se çfarë ndodh, po themi në parlament, se çfarë ndodh në Shqipëri, se çfarë ndodh në sistemin e zgjedhjeve, korrupsionit e kudo. Dhe si rezultat i ardhes tyre u prodhua ai raport që rrinte sot si pule lagur qeveria për të kaluar jo rezolut. Dhe së treti, po prap mund të dërgoj, po themi, raportin e Departamentit Amerikan të shtetit në lidhje me Shqipërinë, që nuk ka sektor, nuk ka çështje që nuk e targeton, që ka bërë hapa mbrapa në raport me atë vetë kaluarën ose me atë se çfarë duhet bëj. Pra pas kam drejtun që duhet fushat ndërkombëtare. Po pra, po. Jo, edhe unë po tregoj që kena bërë fushat. Bravo. Sepse ti imponosh 8 rezoluta, nuk është pak. Që faktor ndërkombëtar nuk është pak. Sepse të gjitha ato që janë shkruar edhe te Departamenti i Shtetit Amerikan, dhe te rezoluta, edhe tek raporti i 2025-s janë gjetje të cilët Partia Demokratike në parlament, jashtë parlamentit, në protestë dhe kudo i kanë ngritur dhe ka drejtuar gishtin dhe ndaj tyre. Shkojmë në reklama, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Altin, e nisim bashkë duke qenë se ishim më pak aktiv në pjesën e parë. Konfliktet brenda Partisë Socialiste. Edhe sot u pa një përplasje verbale mes kryetarit të kuvendit edhe Ulsi Manjës, po edhe zoti Braçe me ministrin e bujqësisë për atë interpelancën që ja kishte kaluar Ervin Demos, për mos shkuar prapë tek Spiropali edhe tek Skënderbeu edhe tek ai gjati që tha Berisha, kështu që fakti është që në këtë republikë parlamentare ka humbur parlamentarizmi. Domethënë, me humbjen e parlamentarizmit ka humbur shteti dhe ka rënë shteti. Kur një deputet kërkon interpelancë me një ministri është detyruar të vinë interpelancë dhe të pyetet për ecurinë ose për pyetjet që mund të ngrejë deputeti lidhur me fushën e ministrisë që ai ka në mbikëqyrje. Pra, kur refuzohet interpelanca nga ministrit e deputeti, parlamentarizmi ka rënë. Pra me sa duket nuk e kishin këto vetëm me të djathët, e kanë edhe brenda vetes. Ata s'kan çfarë të bëjnë më me të djathët, se deri dje kishte fajin, deri 2015 kishte fajin LSI-ja, thoshin këta të LSI-s, këta i duhet e LSI-s. Pastaj më vonë timonit e psia iku, kaloi tek pjesat e tjera. Kjo është një qeveri deri diku e delegitimuar, një qeveri që ka marrë ato vota siç i ka marrë, siç e dim të gjithë ne, si i ka marrë, dhe ka fituar ato mandate si ka fituar, duke mos pasur një platformë politike për ta shpalosur përpara se të fitonte votat. Pra, ky popull jemi ne që votojmë ose na merret vota, na vidhet, na blihet, e shesim atë në qoftë do ta quajmë kështu, për të mbajtur një vend pune, për të pasur një përfitim material monetar në të momentit, dhe pastaj nuk i kërkojmë llogari qeverisë për ecurinë e saj dhe për veprimtarinë e saj që vjen në kundërshtim me ato që janë interesat e vetë qytetarëve shqiptar. Qytetarët shqiptar i kanë zgjedhur apo nuk i kanë zgjedhur, po fakti është që ata janë në qeveri dhe ata duhet qeverisin. Duhet kërkojnë llogari
të mësojnë të kërkojnë llogari pushtetarëve dhe qeverisë në çdo hap dhe iniciativë që ata ndërmarrin në menaxhimin e fondeve publike. Këtë gjë ne nuk e bëjmë dhe kjo gjë ka të bëjë me kulturë të përgjithshme tonë. Klevin, të duket një show, zërat brenda PS-s dhe këto përplasjet mes njëri tjetrit, apo ka shumë pushtet fillon të kryen nga brenda? Ishte interesante, në fakt, edhe më pëlqen ky roli që do të marrë her pas here kryetari i kuvendit, zoti Peleshi, si një njeri me dorë të hekurt, dhe më duket interesant si debat. Diçka e këndshme, po prap nuk sjell asnjë benefit në demokraci, domethënë është diçka që mbetet aty dhe përtej gjithë pakënaqësive që mund të kenë ndërmjet tyre socialistët, se patjetër janë, domethënë në momentin e parë që do të ishim kushtet tjera dhe jo në pushtet, patjetër që aty do kishte një kasapan të madhe, por për sa kohë pushteti duket i konsoliduar, nuk shkon dot përtej vetëm kaq, domethënë një debat i vogël në parlament dhe nuk mund të shkoj në mbledhje të grupit Partisë Socialiste, absolutisht që nuk mund të shkoj. Po në një punë underground në të kundërt shkon? Absolutisht jo. Po në një dosje të çuar për ato që e ke inat në një nga selit diplomatike shkon? Janë bërë shembuj shumë nga deputetë dhe ministra që hanin dardhë pas shpine aty, që direkt janë dorëzuar në momentin e parë që janë përpjekur që të thurin puçe underground. Zoti Ametaj, për shembull, njëri prej tyre që u dogji pari për shkak të këtyre thurjeve të planeve të brendshme për të dalë mbi ta. Kështu që për sa kohë janë pushtet, absolutisht mendoj që këto janë thjesht një kilikosje e vogël për treguar demokraci, besoj unë. Armiri, shikon si show apo ka diçka realisht që mund ta kryej pushtetin e socialistëve? Pastaj duket si reklam, po unë ndjek shumë fermën VIP për Mozës. Faleminderit. Dhe janë acaruar në fermë nga qerit mbyllur. Edhe mazhoranca u bë kohë gjatë mbyllur. Dhe kam parë një intervistë bajate të kryeministrit me Nikol Lesin. Dhe mënyra se si foli për Spiro Palin ishte ajo filozofia që ajo që ka të hiperculet të ndyrë me 3 herë, po më Spiro Pali dherë 2 herë pas ka me nderosur. E treta e vërteta. Këto gjëra që ne i kapim se na duhen edhe për klikimin, na duhen edhe për biseda, nuk janë thelbi, nuk është se ajo mazhorancë mbahet nga parime. Nuk është se ajo mazhorancë mbahet nga burrat mirë ose nga platformë. Ajo mazhorancë është ndërtuar mbi bazën e të keqes. Pra, unë them është oligarki. Ka plot që thonë jo s'është, jo. Nuk e kam kuptimin e Arlind Qorit oligarki që njerëzit me lek i quhen oligark. Oligarki, një dorë e vogël njerëzish në politik, në biznes, në media, që luajnë të gjithë lojrat. Kjo oligarki nuk pyet shumë nëse po zihet Niko Peleshi me Ulsiun apo Ruth Buzët, Elisa Spiro Pali. Në qoftë se prishin interesa, pastaj ka lëvizje tektonike, siç ndodhi me rastin e Zonjës Balluku dhe pastaj që ndodhen me ndryshimet në qeveri, që nuk u mor njeri me ato ndryshimet në qeveri, sepse të heqësh palcën e qeverisë, të heqësh ministrin e brendshëm, ministrin e mbrojtjes, ministrin e drejtësisë. Pra kolonat e shtetit, të heqësh mas 5 muajsh pa dhënë shpjegim, do thotë që ka ndodhur një gjë shumë e madhe. Do thotë që dhe qeveria nuk është qeveri, po është një person me pushtet privat, me sekretar, që i merr dhe i ndron. Reagimi i Spiro Palit, unë e kam thënë, unë e deduktoj, nuk është se di gjë, them që një grup aty brenda, nga këta që kanë humbur pushtet, e kanë nxjerr para si flamurtare Spiro Pali, për të bërë ndonjë rumor. Po nuk duken këta ato këtij grupi. Jo, nuk duken. Është strategji? Besoj që është strategji, por ndoshta për të rregulluar, për të kapur në gjë. Por Rama ka përdorur termin moçal për opozitën gjatë fushës. Faktikisht i shkon në kuadrin e stagnacionit, i shkon këtij pushteti. Mazhorantës. Pse? Sepse u bë kohë që nuk lëviz. U bë kohë që tallja e madhe sot një vit. Kur ishin zgjedhjet 10 maj, 11 maj. Sot jemi 14. Vazhdonim numëronim. U bë një fushat më karagjoz janë botë. Kjo është pasaporta europiane, hajde na votoni. I thuhesh atij bujkut në Lushnjë,
ati blektorit në Zagori, pra njerëzve që s'kishin lidhje me atë pasaport, dhe nuk u bë asnjë program ekonomik. Nuk ju tha këtyre njerëzve çfarë do ndodhë, do trajtuan si gjë e gjallë. Siç e thash, këtu vota merret gjatë 4 viteve, dhe ditën e votimit të shkojmë me duar në xhepa, bilet urdhroni, votoni si të doni. Por ne sot kemi një qeveri që praktikisht është pa program. Dhe ajo shtyrja 2028, unë kam thënë dhe një gjë tjetër, që është një bazë të imi. Jo vetëm që ne nuk na pranojnë në Europë në këto kushte që jemi. Po krimi, korrupsioni dhe oligarkia nuk ka interes ty në Europë, sepse kontrolli është i jashtëzakonshëm dhe është në dëm të tyre. Pra lere shohun dhe gjitha këto. Gjitha shoh, nuk ka interes oligarkia që Shqipëria ty në bëhe. Zoti Mziu, po ju që jeni aty brenda të salës parlamentit edhe aktori më kryesor përballë mazhorancës, si shikoni këto përplasjet brenda mazhorancës? Reagimet e Spiropalit, zonjën Balluku që tregoi fuqinë dhe mori grupin parlamentar me vete, këtë përplasjen e sotme mes kryetarit të kuvendit dhe Ulsi Manjës, zoti Braçi që gjithkohës që nxjerr në pa defektet të qeverisë. Si shikoni? Do të themi që kemi një parlament kukull, nga krye parlamentari i cili po ta shohësh është në këndvështrimin tim më i dopti në këto krye parlamentarët, duke marrë Spiropalin apo duke marrë Nikollën më përpara, sepse është i vetmi kryetar parlamenti që mban sytë te kryetari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, nëse ai jep shenjën për ta mbyllur, mbyllet parlamenti pa asnjë lloj komenti. Së dyti dhe vet Taulanti është, po themi, një pateric e krye oligarkut të Shqipërisë, çfarë thot ai, bëhet. Unë në komunikim që bëjmë me kolegë të majtë socialist, absolutisht ka një pakënaqësi totale dhe unë jam absolutisht i bindur që ato shumica prej tyre nuk janë përfitues të pushtetit, janë si një opozitar në raport dhe me qytetarin, sepse kemi të bëjmë me një oligarki, si që thot dhe Amiri, ku vendos njëshi, pra vendos krye oligarku se çfarë duhet bëhet, dhe ka ndarë dhe kompetencat, po themi, dhe se kush duhet jenë, po themi, ministrat, mbi fjala po shohim vetëm Balluku. Balluku iku vetë dhe ndërkohë doli dhe më fuqishme se sa kur ishte vetë, sepse mori të gjitha ministrat apo ministrit që janë, dhe sot po të shohësh qeverisë Balluku, nuk qeverisë asnjë person tjetër. Apo nëse do të shohësh, po themi, kontaktet e tyre që bëjnë, po themi, me bazën, e kanë derën e mbyllur, kudo që shkojnë, edhe për shkak ministrave që kanë, po themi, atë linjën e Ballukut dhe nuk ju hapet dera. Pra, konflikti brenda grupit parlamentar Partisë Socialiste është i jashtëzakonshëm, ka mjaft zëra të cilët, siç është Gjafaj, siç është Braçe, siç është Spiropali, apo të tjerë të cilët vërtet kanë integritet, janë të papajtueshëm dhe absolutisht i bindur që në rast se do të kishte një shkundje sa do të vogël të kryeministrit, do të shkërmoqej e gjithë situata. Ky përdor çdo lloj instrumenti, kujtoj Sajmir Tahirin, po a është më Sajmir Tahiri ai që ka qenë më përpara? Dhe nuk di se çfarë mund të ketë psuar edhe në Burg, se thonë që nuk është mirë dhe nga shëndeti. A e keni parë se çfarë sille bëri me atë që do ta varte te Pema, që e dërgon në Burg? Kush e dërgoi atje? Rama dërgoi, jo se s'ka bërë korrupsion, por ishte dëshira Ramës për ta dërguar atje. A e keni parë se çfarë bëri me Lefterin? Pra, ky çdo person që del jashtë vullnetit, jashtë dëshirës dhe jo në linjën që don kryeministri, e targeton, e largon. Sot po të pyesësh jo unë, po askush nuk i din emrat e ministrave. Rrezik dhe kryeministri nuk i din. Duhet pyesë Belindën se si kanë emrat, po themi një pjesë e mirë e ministrave. Ku keni parë ju një qeveri anonime? Praktikisht keni një qeveri teknike, si që keni kërkuar. Jo, ajo çfarë po themi, është që kemi një krye oligark që bashkëpunon me oligarkët e krimit dhe të korrupsionit, dhe pjesa politike është ai. Ju e keni dëgjuar edhe vetë kur tha, nëse iki unë,
shkërmoqet partia. Pra, kjo është piramida që ai ka krijuar. Dhe ky mbështetet te 3 kolona, tek krimi, tek korrupsioni, përdor dhe këto aksesorë të tjerë. Ju thonë për PD-n, po Iku Berisha shkrihet PD, ja? Të lutem, jep një 2 minutë se ndoshta na ka shpëtuar sherri në Këshillin Bashkiak tje. Pra, zonja Ristani që debatonte me një këshilltar socialist, partia, që nuk kishte rastësi. Me Halit Balterin. Ne themi Balluku, si rrym, po e kemi anashkaluar Veliajn. Klani Veliaj vazhdon të jetë shumë i fuqishëm. Klani Veliaj vazhdon të bëj ligjin 9T, ashtu si që ka formimin Erion Veliaj, ashtu, pa formë. Dhe jo pa interes është dhe dalja e Erion Braçes. Pra, nërkohë që Edi Rama tha ju keni Ogerta Manastirliu, dhe ajo ka punuar që nga dita e parë që u tha, emri saj pavarësisht që anullua në zgjedhjet e Tiranë, Erion Braçe punon si të jetë kryetari i këshilltarëve demokrat në Bashkinë e Tiranës. Shkon ku është Puseta, shkon ku është Kanali, ku është Betonierja, ku ka një qendër e ke përdit Erion Braçen në terren. Në terren dhe ka shpallur, ka thënë, do të jem kryetari kandidat për Bashkinë e Tiranës. Që do të thotë, duket se kjo vega është dobësuar, pra duhet shtrëngu dhe i herë. E kanë fuqin për ta shtrënguar në këtë moment? Puna është, shiko, në qoftë se djajt janë fuqizuar, ajsa duhet, ka shumë mundësi që të kenë një dhurat Partia Demokratike se ta qajnë ata rreckën vetë. Më duket sigur me gjithë nuhatjen politike që ka Sali Berisha e ngacmon këtë plak të socialistëve, pra edhe sot doli në sallën e parlamentit nga foltorja dhe bëri sërish replika me zonjën Spiropali. Patjetër, është kapital për të dhe përpiqet që ta nxjisë është që të nxjerrë më shumë zonjën Spiropali. Patjetër, intereson dhe nëse deri më sot gjithë kemi pasur gjithë vëmendjen e kemi pasur të stacionuar të opozita dhe brenda saj për te problematikave që ka ndodhur në qeveri. Ne kemi pasur 5 vjet të zhvillime në Partinë Demokratike, Vula, jo përjashtua, pastaj su përjashtua, pastaj erdhi, pastaj erdhi në Ngrata, 8 janari. Kemi pasur të gjithë vëmendjen e kemi pasur stacionuar Partinë Demokratike. Kjo është një lëvizje me mend, mendoj, që po përpiqet ta orientojë diku tjetër, në kampin tjetër. Por, gjithsesi, mendoj që asnjë prej aktorëve të Partisë Socialiste nuk është i aftë që të kthehet në faktor, në kushtet që është Partia Socialiste sot. Unë këtë opinion personal kam. Në fakt, nuk jam me atë linjë, sepse nëse ne do të kishim një kryeministër normal, absolutisht që do të shpërbëj, por kemi një kryeministër që e gjithë Shqipërinë e vendosë në lëvizje nëse ka një zot kundërt, sepse i kujtohet viti 2003, kur dolin pa partia ose lëvizja socialiste për integrim, se çfarë dëmi i shkaktoi Partia Socialiste. Dhe po ta shohësh, ai përdor gjitha këto instrumenta, po themi ndaj çdo personi. Pra, mjafton qoftë një person, edhe Spiropali, edhe Gjafaj, edhe Braçe, apo kush do qoftë ai, nëse do të krijonte një parti, absolutisht do të lëvizje të fortë brenda. Edhe një parti, sepse ajo është frika. Nëse do krijonte një parti, po kush do e thot që do të ishte varmise për këtë qeveri. Se ky ka përdorur dhe njerë po themi vetëm këto instrumenta tjerë antiligjor ndaj çdo zëri kundër. Ndaj është i friksuar deri në palc ndaj çdo personi që mundet jo vetëm që të krijojë lëvizje, po nëse do të krijonte një parti politike. Mund të shkojë deri në nivelin e krijimit të partisë nëse Rama do i përjashtonte? Po nuk është për ta përjashtuar si gjë të partisë ose një fraksioni brenda partie, themi, po Rama është një skemagji politik, të themi, dhe e keqa e ardhur nëpërmjet Ramës, nuk ka qenë Rama vetë, po ka qenë ata që sollën pushtet. Një më vjen keq, po zoti Meta ka bërë gabimin e jetës duke i dhënë atë dorën në thonjza në 2013 për ta sjellën pushtet. Se vulosi dhe fatin vulosi fatin e vetë politik në këtë moment ndodhet, të themi, i marr, i rrëmbyer nga struktura
me kapuç, i përçmuar në përmjet mënyrës banditeske që i bëri Rama, thuhet që ka qenë ai vetë që ka dashur ta shifte në atë mënyrë, dhe tani vuan pasojat e këtij liliputit të vet që e ka çuar dhe e ka bërë general të një populli, të themi, të nënshtruar. Na ka nënshtruar të gjithëve dhe mendoj që vetë krisja, kështu si thonë dhe parafolësit, do vi vetë nga Partia Socialiste, do vi vetë nga struktura, të themi, të qef mbetura, të themi edhe persona me pesh në të parti. Për falë i gjithë vogël, statistikisht, jam duke e parë, edhe për shkak të emisionit tim, konstatimet, qëndrimet, deklaratat e Erion Braçes përputhen ditë më ditë me të Arlind Qorit. Kam i frikë se mos ndoshta ata të dy, në një moment saktuar, mund të bëjnë në një lëvizje parlament. Shikoni ditë mbas dite, merrin në rreshtoni një muaj. Çfarë ka thënë Arlind Qori? Ka thënë një ditë parë ose ditë mbrapa Erion Braçe. Unë, për shumë po mendoj, në qoftë se Ilir Meta nuk do ishte brenda në qeli, do ishte jashtë. Mundet ai zërat e pakënaqur brenda, se në thelb pavarësisht bashkëpunimit me Partinë Demokratike e Ngeleti Majt, mundet ai të pakënaqurit brenda Partisë Socialiste ti merte në Partinë e Lirisë për t'i fushis, nuk i shkon. Partia Socialiste, unë kam një qasje tjetër, ndoshta për shkak edhe përvojës time të gjatë, edhe si gazetar edhe politik. Po, sepse ndoshta është një koncept më perëndimor, ideja që po, mund dalin të bëjmë parti tjetër. Socialistët janë super fanatik. Ti mund dalësh kokër nga Partia Socialiste, po kur grup? Partia Demokratike është ndryshe. Në dalë grupe janë bashkuar, pastaj janë... Petro Koçi e krijoi, po se vë 91-shin. Ilir Meta nga ajo. Ilir Meta krijoi në rrethanat caktuara. Dhe Ilir Meta ishte një peshë jashtëzakonshme. Dhe Ilir Meta ka krijuar në kohën e Fatos Nanos, kur Fatos Nano kishte marrë një goxha ngarkesë negative nga vetë socialistët. Atëherë janë ndarë. Petro Koçi nuk është ndaj parti, me gjithë respektin që kam për Petro, nuk është ndaj parti që ka diktuar politikën shqiptare. Dakor, po u shkëput, krijoi një... Ndërkohë që po them një gjë, që PD-ja që doli nga PD-ja, ishte parti e rëndësishme, Aleanca Demokratike ishte, pra PD-ja ka nxjerrë grupime dhe ka prodhuar dhe grupime mbrapa, siç edhe i ka absorbuar. Kurse Partia Socialiste ka unitetin, Partia Socialiste, Edi Rama po dali grup vete për ashtu. Një person, vetëm një person ta krijoj parti politike, ti është i sigurt që më shumë se sa 30 apo 40% e Partisë Socialiste do shkonin po pse nuk shkojnë më Xhelal? Ja ke Arlind Qorin, e ke marksist. Pse nuk shkojnë tek Arlindi? Djalë pozitiv është me ideologji. Pse nuk shkojnë? Ato do shkojnë te një Arlind që është strukturë. Po strukturën e qytet tradhtar. Ka i thonë akoma Sali Berisha tradhtar. Ja, dhe kjo do ishte një ide. Pse nuk dohet të mbështesin Spiropalin? Tani, grupimi aty se për te ndryshimeve që janë bërë, grupimi më i fort Partinë Socialiste mbetet ai Ballukut. Patjetër, u demonstrua dhe para disa ditësh. Patjetër, edhe i dukshëm edhe i padukshëm. U demonstrua. Kështu që për sa kohë jemi në këto kushte që mbetet faktor që nuk i lë cop askujt tjetër aty brenda Partisë Socialiste, askush nuk dënjon që të ngrej kokën duke parë forcën dhe fuqinë e saj. Shembulli ishte Elisa Spiropali. Qartë. Shkojmë në reklama, kthehemi në pjesën e tretë. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të fundit të emisionit, diskutojmë pak për zgjedhjet, votimet në Partinë Demokratike, se votime janë, zoti Mziu, në datë 23. Tani, kritikoni gjatë gjithë kohës mazhorancën, po sa sens bën që vetëm Sali Berisha për të garuar në krye të Partisë Demokratike? S'pari duhet të kujtojmë që nga viti 90 dhe deri më sot, në çdo 4 vite minimalisht janë bërë zgjedhje për kryetar partie. Okej. Duke filluar që tek qendra votimit, tek kryetari i degës, tek strukturat drejtuese të një dege dhe deri tek zgjedhja e kryetarit Partisë Demokratike të Shqipërisë. Dhe kjo ka ndodhur edhe në kohën që ishte Berisha, pastaj Basha, pastaj erdhi po prap Berisha. Së dyti, sa e që në bërë zgjedhjet, ka patur konkurencë dhe e njëjta gjë ndodh dhe tani.
Kush është konkurenca për balë Berishës? Por ajo se çfarë është rëndësishme, unë kujtoj 2 raste, Ramiz Alia dhe Namik Dokle, që akoma sot përdoret, që ishte një fasad, dhe Edi Rama të parat zgjedhje që ka bërë dhe Maqer Lakrori, që ishte po prap një fasad. Në këndvështrimin tim, do të ishte një absurditet, do ngele një meme, nëse do dilte, po themi, dikush. Po ishte dhe Zoti Basha me një të panjohur, që s'na vjen emri tani para 4 vjetësh. Po pra. Jo, Zoti Basha ishte edhe me Zoti Sheaj, pastaj pas zgjedhjeve. Jo, Zoti Sheaj, një kandidat që doli nga... Nuk e kishte më partin kur doli me një tjetër që s'ja mbajmë emrin. Nuk ishte më me pëdon. Unë po flasë në drejtimin e Partisë Në drejtimin e Partisë Demokratike. Me pëdon, ka qenë me zonë Jo, me pëdon, bas gjerët ishte njëshit, ka qenë i Psene Lezi. Jo, i Psene Lezi, ka qenë një kandidat tjetër. Për Bashën, Basha ku ka bërë zgjedhje... Me qershor, bas ishte njëshit, po di më se kam qenë me i Psene. Po jemi jo se e di dhe unë. Tani. E di kemi ndryshe të dy. Jo, Berisha ka bërë me i Psenin që të kuptosh. Berisha me i Psenin. Basha ka bërë me një kandidat anonim, por që vetëm kishte logër se në fakt që ta hyr i Pseni dhe në qershor. Po. Xhelal, ka hyr bile 2 vete, ka qenë tjetër me. Kjo që them unë është. Pra, unë nuk do të... Nuk do të dëshironja që Sali Berisha të bënte, po themi, një garë me një person i cili do të ishte thjesht sa për të regjistruar. Për mua, më duket i pa konkurrueshëm si person që mund t'ja merrte drejtimin e partisë. Gjergj Gjihani, ka qenë në vitin 2023. Po pra. Ka qenë një partia tjetër. Po pra, po doja... Tash, kur s'ishte me përdon, ma. Dakord. Levi, si e shikon këtë garën e ecshme brenda Partisë Demokratike për kryetar? Tani, nëse do të cilësoj si referendum, do ishte më e pranueshme logjikisht. Po kështu është, e mbështesni apo e votoni po ose jo, është apo jo? Alternativ. Mund të jenë dhe jo. Por, tani, të luftosh për të qenë alternativ, pa dhënë shembullin tënd, domethënë duke e mbytur garën, duke mos lejuar 4 kandidatë që ishin që kërkuan të regjistroheshin, nuk u lejuan, kjo duhet thënë, dhe duket absurde që gara duhet ishte patjetër fiktive. Pse duhet ishte fiktive? A mund të ketë garë reale brenda Partisë Demokratike? A do kishte... Pse kush i ndaloi për mos pasur një garë reale? Kush i ndaloi të tjerët? Ose vetë zoti Mziu nëse donte të kandidonte apo? Ishin 4 kandidatë. Ka patur 30 ditë, që s'përmbushit kushtet paraprake të 30 ditë ka qenë afati kohor që një person duhet të sjellë dokumentacionin sipas listës që ishte online për të ardhur për t'i dërguar ose, po themi, online, ose për t'i sjellur. Pra... Këto më duken sofizma të gjitha, dhe nuk mund të merremi tani... Mu më duket sofizm duket mu Partia Socialiste që nuk ka bërë zgjedhje që nga viti 2009. Mos të devijojmë, ta mbajmë këtu. Unë besoj që Zoti Berisha është faktor shumë i fortë brenda partisë, kjo nuk diskutohet. Por të mos lejosh dhe të kesh një parti e cila ka frikë të ngrej zërin edhe të dali dikush... Më lërë një sekund të mbaroj. Jo, thëmë kush është penguar. Më lërë të mbaroj deri në fund. Tani, si rezultati i të gjithë saj, kjo referendum garë, s'mund të quash garë, sjell vetëm fragmentarizim. Pra, pa tjetër që ndoshta edhe Saliani nuk është zgjidhja e duhur, përsa ko ti je kundërshtar i Berishës, duhet një alternativë e cila është kundërshtare e Edi Ramës. Për qenë kundërshtar brenda partisë, kjo vetëm fragmentarizon dhe çan. Pa tjetër që duhet ishte lejuar edhe zoti Saliani, në mendimin tim, lëre garën të rrjedh, krijo një opinion dhe lër një qasje tjetër perceptimit qytetarëve dhe mos e ngujo në 5-6 individ brenda strukturës Partisë Demokratike, te zoti Noka, te zonja Vokshi dhe te 2-3 persona tjerë, cilët janë aty dhe njihen, identifikohet partia vetëm me ata. Lër frym, të lutem zotëri, unë po them për perceptimin e njerëzve. Po nuk e din më mirë se unë. Por unë po them perceptimin e njerëzve, nuk e di. Gabuar. Si perceptimi njerëzve është i gabuar. Perceptimi njerëzve është i gabuar. Të gjithë thonë që sekretarit gjithë ankohen për sekretari, për zotin Nok, ai mund të jetë më i miri, nuk e diskutoj. Por kur qytetari nuk e do, ti tani do bësh luftë me njerëzit apo do i kapitalizosh? Nëse ti merresh se çfarë shpif majoranca, atëherë ti mos përdor fjalorin atyre.
A kupton? Se unë jam antari kryesisë, jam drejtues Qaku, jam deputet. Gjithë tani ti më thu partia nuk është e kufizuar brenda kryesisë. Absolutisht. Ka më të djathtë se zoti Noka. Ka më të djathtë se Juve. Ka më të djathtë se Juve që janë qytetarë të cilët nuk ndjenë përfaqësuar. Tani, nëse e quan partinë një grupim që nuk kanë pakënaqësi ndërmjet njëri tjetrit, kjo është vetëm izolim në vetvete dhe do mbash vetëm monopolin e opozitës. Nëse do bësh vetëm monopolin e opozitës, atëherë në rregull, jemi të gjithë në rregull, nuk kam gjë me këtë, nuk kam gjë me atë, vazhdojmë jemi mirë kështu, mbajmë këto pozicione që kemi dhe vijojmë përpara kilometrin e fundit. Po kjo s'është zgjidhje. Besoj dhe alternativat duhet të lejoheshin minimumi. A është Saliani duri? Nuk e di këtë ta them, nuk e mendoj që duke bërë luftën më të ashpërti ndaj Sali Berishës se sa ndaj Edi Ramës, do të cilësohesh nga demokratët spari, që patjetër janë militant të ushqyer me mitin e Berishës, vetëm do fragmentarizosh. Dhe kushtet që jemi tani, prap edhe zoti Saliani ka arritur të bëjë një grupim ti dhe prap kemi fragmentarizime për jashtimin e ti. Kështu që kjo garë, kjo referendum shërben vetëm për të ndarë demokratët dhe për të konsoliduar grupin e brendshëm të zotit Berisha. Po Altin. Jo, unë mendoj pak ndryshe, mendoj që juridikisht një parti politike është një entitet, të themi pikërisht juridik, për shkak se është një entitet i bazuar një ligjin mbi partitë politike, i regjistruar në gjykat, që ka akte nënligjore siç mund të jenë statuti, ka akte të tjera vendimarrëse të atyre që janë organet kolegjiale ose monokratike të partisë, dhe do duhet të funksionojë në bazë të disa rregullave. Tani, ne mund ta kemi qef, mund mos ta kemi qef, jo zoti Saliani andej, jo zoti Saliani këtej. Po fakti është që është vënë një kusht nga ana e komisionit që është kushti i pastërtisë figurës. Po do dëgjoj ju s'është gjë. Po pra, ligji 38/2015 për garantimin e figurës, domethënë dhe ndalon që personat të zgjidhen në entitete të kësaj natyre, kur kanë precedentet e tyre penale. Tani, pretendohet që po mirë pra, se me zotin Saliani deri para sa kohësh ishte i vetmi që kishte bërë burg politik. Figura e tij u ndy për shkak të politikës është absurde, se qëllimi atëherë ishte qëllimi ai ishte politik asaj kohe. Pra, dhe a u përdor si argument që ishte burg politik, apo jo? A shkonin deputetët e opozitës edhe në seancë? Çfarë keni thënë ju më zot? Po shkon në majorancë. Base kanë kuptuar që zotëria është kapur nga pala kundërshtare. Kur ishte në burg. Kur të intereson nuk të doli nga burgu. Pasi doli. Fakti është që sipas mendimit tim, nuk ka asnjë gjë që shkon përtej logjikës, të themi, të funksionimit të përgjithshëm të partisë politike. Mbeti vetëm zoti Berisha, mirë se të vinin kandidaturat e tjera që plotësonin kushtet e vëna nga një organ statutor, siç është komisioni që ka përgatitur, domethënë, ato që janë kushtet paraprake për kandidim. Tani, a ishte kusht gjithashtu që nëse ti humbet zgjedhjet? Me statut zoti Berisha duhet ishte fare. Jo, ishte ke Basha, nga tro Bashën. Ishte Neni Basha pra. Po pra, ishte Neni Basha, po është Neni Basha i Neni Basha nuk zbatohet për zotin Berisha. Ne do merremi tani me periudhën kur drejtonte Basha apo me atë. Po ju e vendosët për të hequr Bashën, Neni Basha. Do me thënë iku zoti Basha dhe krijuar një precedens. Statutin e Berishës. Po të lexosh statusin që është zgjedhur Berisha para 4 vitesh, dhe është miratuar në Këshillin Kombëtar para 4 vitesh, nuk e ka të shkruar këtë. Tani, nëse si thot, zoti Berisha ka dhënë 100 intervistë tani na i ka thënë. Ishte statuti i vendosi Berisha. Duhet jemi koshient. Edhe unë do të dëshiroja të isha kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Apo mjaft kolegë mi, po e konkuron dot? Unë jam i bindur që nuk e konkuron kush. Çdo person që do shkonte, jemi korrekt me veten apo kush do qoftaj. Çdo person që do shkonte,
absolutisht do t'ishte shumë inferior në raport me votës e është për të ardhur keq, askush nuk guxon aty në parti. Ajo parti nuk prodhon dot alternativa, nuk prodhon dot të rinj që të guxojnë. Si është perceptimi gabuar? Nuk i ndalon askush ata. Po nuk i ndalon askush të kandidojnë. Pikërisht, dhe kjo është për të ardhur keq, që nuk marrin guximin, për të ardhur keq, si nuk ndalon askush të azotrin që kandiduan që u përjashtuan për ta goditur aktin e gjykatës. Dhe ti du të ngresh zënë si edhe gazetar. Kam unë për Partinë Socialiste. Ore, tani, për që ka ardhur për të bërë debat. Ore, qytetarët, o zotri, ne po themi për alternativën. Problemet moderne... Edhe unë po flas për atë që nga qeverisë, unë po them, ka 15 vite që nuk bën as një garë. As për kryetarin e Partisë Socialiste, as për kryetarin e degës së Partisë Socialiste, as për kryetarin e qendrës votimit. Nuk të shqetëson ty kjo? Ne që alternative juve, shjeni në vetja, që alternative japim ne, zotri? Hajde konkuro ti, a i zoti ti, hajde konkuroje. Se përjashtoni ju automatikisht. Hajde, nëse ti e ndjen vetën që konkuron, hajde, edhe futu nga. Ose sugjeron ne person tjetër të vi. Tani, mund të them unë argumentin tim? Po jo mëse ti 3 herë mërë fjallën të një. Po më lërë mërë zotri të mbaroj tani. Po si të mëse e këshim fjallën ne dhe e mërë ti u futë për 3 herë. Po ku futa, a ishte statut, a që të thua është më është statutin. Po jo më nuk është. Nuk është statut. Po në statut ishte zoti Berisha e ka thënë. E ngatron me Bashën. Çdo gjë që është në statut, qoftë vendimare, goditet juridikisht nga çdo kush që ka legitimitet për ta bërë një gjë të tillë. Edhe zotrin që u përjashtuan nga gara për shkak se nuk përbushin kushtet formale. Po pra, po në dijenin tim askush s'ka marrë ndonjë mas sigurimi pa dije për pezullimin e procesit të zgjedhjeve. Paralajmëroj zonja Mereme. Armir. Dakord. Unë do ta marr të mirëqen faktin që nuk është penguar askush për të garuar dhe për të kandiduar. Por fakti që 5 vjet pas rikthimit Berishës në krye të Partisë Demokratike nuk ka ende figura të cilët të marrin përsipër alternativa, siç është karakteristik e qendrës së djathtë, ky është dështim. E dyta, për atë termin juridik që thatë ju, është e saktë, por partitë politike funksionojnë si SHPK-t. Kryetari i partisë është pronari. Ja, partitë politike janë OJF, nuk janë SHPK. Okej, nga ndryshon? Se është një organizatë e regjistruar në Gjykatën e Tiranës dhe nuk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, që përgjegjësia kufizohet vetëm me veprimtarin në interes të shoqërisë nga ana e administratorit që përveçon. Tani, ja merr dot SHPK, shkojmë për shembull ti marr televizionin. Se marr dot apo? Jo, patjetër. As partin. Partia është e kryetarit. Dhe ajo lufta për vulën u bë pikërisht për këtë punë. Dhe kryetari ka drejtë edhe portier, edhe arbitër, edhe trajner, edhe FIFA, edhe komentator. Dhe ligjet dhe rregullat i bën ai që ka vulën. Tjetra, me që dolëm tek statusi juridik i Saljanit, për cilën nuk është se kam ndonjë... Me gjeta statutin, më faler. Nuk është se kam ndonjë afeksion apo ndonjë urrëtie. Por nëse do marrim për pastërti figure, ky që është kryetari i partisë, është ende mas në SPAK, apo shkon çdo javë dhe është person non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë, o duhet të jenë gjitha figurat e pastra, ose jo. E para. E dyta, në qoftë se ti thua... Po jo, është dënuar me vendim të formës prerë. Jo, pra, pastërtia figurës, vendimi formës prerë, qoftë se ka dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës non grata, është vendim politik. Dhe ky në qoftë se bëhet kryeminist nuk shkel dot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ta zëm. Ose në Britaninë e Madhe. Ndryshuar, por se ky formës prerë nuk është ndryshuar. Edhe Saljanit mund të bëhet i ndryshuar. Jo. Ja ashtu. Po 5 vjet e ka ndaluar Saljani mos marrë. E mirë, dakord, jo i ndryshueshëm. Dakord, po ju si avokat e dini shumë mirë që i rehabilitueshëm. Ah, bravo. Ai rehabilitohet. Po. Dhe pjesa tjetër pastaj e legitimitetit të kryetarit. Unë do t'isha pjesërisht dakord që të shkoj për rikonfirmim zoti Berisha. Dhe kjo është pas një lloj nuance që po e hedh si premis për dalë në një argument tjetër. Jam dakord, në kushtet e sotme, Partia Demokratike nuk ka person tjetër që konkuron.
Por, zoti Berisha duhet të na thoj, ka detyrimin të na thoj ne, po mbi të gjitha demokratëve. Ai do ta ketë mandatin 4 vjeçar. Në 4 vjet. Çfarë do bëj? Eksakt. Cili është projekti i tij politik? Sepse kemi me shumë të drejtë këtë që tha zoti Mziu, që ne jemi në një narkodiktaturë. Kemi një kryeministër që vjedh votat, dhe këto janë fakte, prapë nuk janë për premisa. Kemi një super pushtet që ka 83 mandate dhe mund t'i bëjë dhe më shumë, që synon mandatën e 5. Kemi këtë garën me Europën, kemi shpopullimin, kemi krimin organizuar që pastron parat në për kryeqytet, kemi elektoratin dhe antarësin e trëmur dhe të shantazhuar të Partisë Demokratike. Duhet një platformë minimale. Trump, Agenda 47, ka 20 pika. 5 mjaftojnë. 5 mjaftojnë. Dhe këto ka detyrim formal, doktor Berisha ta thoj, dhe me këto, unë them që do të kishte vëmë për para edhe kundërshtarë të tjerë, përfshi dhe zotin Saljani, të cilëve mbasi dilin me një projekt, do t'i thoshti si do ta realizosh. Se zotin Berisha, për të mirë për të keq, i ka mjetet njerëzore dhe mjetet e tjera. Kurse personi tjetër duhet të thoshti që i ka. Dhe gara në Partinë Demokratike, për mua është një gjë e shëndetshme. Unë mendoj që zoti Berisha nuk është se shmangu garën se ka frikë se umbet. Sigurisht. Ky është një mesazh për të thënë, topi është imi, penalltinë e gjuaj vet. Kjo është. Siç edhe protestat, pikpamja ime është që nuk po bëhen për gjë tjetër, vetëm për treguar që doktor Berisha është personi që njeh këtë lloj. Po nuk do ishte më, do me thënë, në sytë e publiku, nuk do kishte qenë më interesante nëse do të zhvillohet një garë reale, qoftë edhe në qoftë se do lejon të Saljani përballë. Pse? Sepse dyshoj që Saljani përballë Berishës mund të kishte ndonjë shans për të fituar. Realisht. Ajo garë do të jepte zoti Berisha portrete një njeriu liberal, një njeriu që pranon garën, një njeriu që pranon mendimin ndryshe, imazh nuk e do Berisha këtë gjë. Në 8 janar kur shkoi dhe i ra Partisë Demokratike, nuk ishte si kishte forma tjera. Ideja është që, o vlla, po më dole ndesh, unë të qaj në dysh. Ky ishte mesazhi. Dhe një gjë të fundit, për sa i përket Edi Ramës. Edi Rama ka thënë një gjë, për cilën nuk jam dakord, por ka thënë, Kali Fitus nuk ndrohet mes garës. Prandaj nuk bën garë Edi Rama. E ka shkruar në statut. Është diktatoriale. E ka shkruar në statut. Jo, më jo. Jo, e ka shkruar në statut, po them. More shiko, ai person e ka thënë në publik. Dhe kjo është Asenver Hoxha nuk e ka thënë. Asenver Hoxha. Kurse Berisha por qofse është modeli keq, ne duhet t'japim modelin tjetër. Berisha organizon Berisha thotë ai është armiku votës lirë, ne duhet kemi votë lirë këtu. Po kishte Berisha përballë 2009-ën? Bëri zgjedhje Berisha kur ishte kryeministër? Ç'është bëri zgjedhje? Kë kishte përballë? Kush ishte kandidat? Po ç'në si ka tash? Po si s'do mor kandidatët me zor ti dërgoj aty. Po kush ishte pra? Statutin. A kupton? Neni 46.8. Në rast se pas shpalljes rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia nuk rezulton forcë fituese qeverisë, se mandati përfundon me njëherë dhe automatikisht për shkak të statutit. Në këtë rast, kryetari që i përfundon mandati nuk i lejohet kandidimi në zgjedhjet pasardhëse. Mund ta marr fjalën unë. Së pari një që i pa zhurnuar me zgjedhjet e 11 maj. Nuk e keni zhurnuar faqen. Ta mbyll tash mos bëj zhurmusin kot. Ora, kisha unë fjallin në zotëri. Po jo, vëlla, ti marrë, se ti e the çfarë patë për tonë. Po mos më thuaj më zhurmus. Po mi, bra, kur e mora fjalën, më lirë ta mbaroj. Unë prita derisa marrë ti. Me kulturë. Nëse ti s'kujtohen zgjedhjet e 11 majit, unë po deshet ti dërgoj forward 2 raportet, edhe të Dashit, edhe të Parlamentit Evropian, për vitin 2025 që ishin dhe procesi zgjedhjeve, që ishte një masakër zgjedhore që shteti, partia në pushtet, partia socialiste dhe grupet kriminale ishin të unifikuara. Pra s'kishte zgjedhje. Dhe së dyti, me qenë se qeke kash logus në këtë drejtim, a mundet të më lexosh statusin e Partisë Socialiste? Jo, zotim Mziu, një sekond. Një sekond. Po letat, po jo, një sekond. Një minutë. Ore, ndalemi dhe të PS-ja. E para për të treguar që statuti i Partisë Demokratike është online, e lexojnë gjithë. A mundet ma lexosh? Po nuk e zbatoni. Nëse doni të merrni për shembull Partinë Socialiste, pastaj është tjetër gjë. Të lutem, a ka mundësi të logoni tek Partia Socialiste
se kur zgjidhet dhe si zgjidhet kryetari. Do të marrësh për shembull Partinë Socialiste. Ne sulmojmë tër ditën Partinë Socialiste tani ta marrë për shembull. Duke kërkuar tani statutin, ma gjejmë mund Partinë Socialiste. O zotëri, ma gjejmë Partinë Socialiste. Ore do marrim për shembull Partinë Socialiste. Apo themi gjithë të zeza. Apo ka pas ndryshime në pikë. Në faqen e Partisë Socialiste. Më gjej statutin e Partisë Socialiste. Çfarë do të dish? Më gjej se kur zgjidhet dhe si zgjidhet kryetari i Partisë Socialiste. Po çfarë interesi ka kjo për shkaktar? Nuk ka për ty jo, kuptoj se ti bën lojë natyrë. Do marrësh për shembull. Unë bën lojë natyrë. Ti po e bën, pra. Po çfarë do, ore zotëri, do të kesh alternativë. Mua më vjen shumë keq. Bën lojën e PD-s, pra. Ma radikalizon dhe do të krijosh armiq edhe në studio këtu. Ma gjej më vllai dashur. Ma gjej. Çfarë do të dish? Nuk e ka statutin e Partisë Socialiste. Unë nuk dua ta shoh me sy. O vllai, statutin e Partisë Socialiste. Ato ti s'do ta shoh me sy, se ti tani po bën lojë natyrë. Më gjej mua statutin e Partisë Socialiste. Kjo është alternativa jote e zotëri, që do të bësh nëse je armik, nëse je kundër, nëse ti për folur vetëm për PD-n, shif dhe për PD-n. Ma gjej. Unë do flasim për zgjedhjet e PD-s. Një sekond. Ma logo ke Partia Socialiste. Zotim, një sekond. Çfarë do të dish? Tash më gjej si zgjidhet kryetari i Partisë Socialiste. Okej, ndërkohë qëndrojmë këtu. Ju zotëri, jeni gjë forcë fituese qeverisëse për momentin? Po apo jo? Si qeverisë për momentin? Jeni forcë qeverisë, jeni në opozit, në rregull. Statuti juaj thot, partia nuk rezulton, një sekond, partia nuk rezulton forcë fituese qeverisëse, ju nuk jeni forcë qeverisëse, pse nuk e zbatoni statutin? Se zoti Berisha vet ka dalë dhe ka thënë në disa dalje publike. E ke lexuar raportin ti ose bëu? Unë e kam lexuar dhe unë e kam lexuar. Po e kam lexuar. Po të lutem tani me raportin të gjitha zgjedhjet në Shqipëri kam bërë. Raporti i zgjedhjeve të 19 maj 2025 janë zgjedhjet më të këqija të bëra në 35 vite demokraci në Shqipëri. Dhe unë jam dakord me zotin. Statuti i Partisë Socialiste, me gjë thotë. Zgjedhja kryetare. Po mos e pyeti Xhelani. Po mos zgjedhja e kryetarit të partisë. Kryetari i partisë rimandatohet automatikisht nëse fiton zgjedhjet politike, nëse nështrohet një proces statuti i partisë. Po lema statuti. Po çfarë folti bash. A mund të përgjigjem pyetjet që i bëre zoti Mziu? Unë mendoj që mos aplikueshmëria nga ana e demokratëve për statutin. Të asaj pike të statutit, nëse është ende, unë nuk e di, nëse është ende në fuqi ajo pikë, ka të bëj me atë që është në vetvete qëndrimi i mbajtur nga Partia Demokratike, që ka të bëj me vjedhjen e zgjedhjeve. Ajo është në kohë normale kur ti normalisht kryen zgjedhjet dhe normalisht hyet në një garë me armë të barabarta. Jo në momentin që dikush që ka çdo strukturë, çdo qeliz administrative të këtij shteti dhe disponon burime njerëzore dhe mjete materiale dhe financiare për të blerë ty të gjithë votuesit. Dhe ndaj nuk zbatohet ajo. Ajo është në kushte normale, kurse në kushte lufte ka forcë madhore, thot ligji. Kur ishte puna për të hequr Bashën, nuk i morën parasysh se dhe në 2021 ishin vjetë zgjedhjet, u thanë u vodhën zgjedhjet apo jo. U përdorë shteti, u përdorë administrata, u përdorën bandat. A ishte dhe 2021. Ure, dakord, mund të përdorë dhe Basha vet, pa ishte një të retorik. Po për të hequr Bashën, u thanë një Basha. Tani për të qënë. Ishte përfundimi protestës dhe mbyllja me këndimin e imni kombëtar. Mua për jashtimi Sali Berishës nga partia nuk më duke normal, po edhe i mos batoni të bëni... Po ta përmend pra, sepse për të hequr Bashën bët një statut të cilën nuk e zbatoni për zotin Berisha. Shiko, Basha u bë palë me palën tjetër. Ose të bëni statutin që ose ne kemi pretendime që na i kanë vjetur. O doktor, qa qëndrimi ke thoshte ka kryetar Partia Demokratike. Po normal, se respektojnë Bashën na prezantoi ne dhe ne Bashën besonim. Kur e përjashtoi Basha, Basha ishte armik. Jo, më pati gara. Në 2017 Cila ishte gara? Gar pati atë kur u zgjedhej. Kush? Basha. Kush ishte? Sigurisht dashi edhe ti thua 2013, po flasim 2021-shin. Edhe një herë. 2021-shin Basha humbi zgjedhje. Ishte me Shehu. Me Shehu. Po pra. Ishte nga 17% duhet mori Shehu. Po pra. Jo më shumë se 20%. Tani çfarë të thuash? Nuk dua të merrem sinqerisht se nuk dua që cilësohem domethënë dhe të marrësh se ti imponojnë, vjen keq që ti imponojnë që të marrësh llogore.
Edhe të cilësojnë armi këty që shiko që pa drejtësia i bët Partisë Demokratike. Nuk dua fare të azja si diskutim. Armir, edhe diçka, mendon që për te kryetarit diçka brenda strukturave do ndryshoj mes demokratëve të pak, do me thonë, ndoshta gjithë bjem dakord që kushdo të ishte në garë të paktën nga kandidatët që u regjistruan, asnjëri prej tyre nuk e lëkunte pushtetin e Sali Berishës. Dhe për sa kohë Sali Berisha është aty, është i padiskutueshëm që është lideri i Partisë Demokratike, sepse ka qoftë edhe një vet përjashtim nga ata të cilët mund mendojnë që kanë një potencial, sepse është Berisha përballë dhe dihet si është situata. Por brenda në struktura, mendojnë që mund të ketë një frym të re, njerëz të re, njerëz të rinj, drejtues të rinj, apo të duket e vështirë edhe kjo? Ku ke zotrin që është brenda struktura? Po më thuaj një herë ti se do shkoj te drejtuesi. Po jo, më kam amande, ku dëgjon. Unë nuk shoh asgjë gjë, unë shoh Sali Berishën dhe një grup besimtarësh që e kam përëndi, të vrasin për Sali Berishën. Po ti thua është drejton keq, jo, më vjen dhe Rama. A drejton keq kjo e vlla se ka humbur kaq zgjedhje. Lut Bashë kemi përshqesh për Sali Berishës. 8 vjet. Dhe Sali Berisha... Fajati ka Berisha, jo Rama. Po nuk e vuri Rama Lulin në re. Çdo gjë. Ja u mori Rama. Jo, çdo gjë që ndodh në Shqipëri, fajati ka Berisha. Edhe që nuk shkojmë në Bashkimin Evropian, edhe që trefishohen çmimet, Rama vjet, krimi organizuar mafja, e dëgjova këngën, tash e dëgjoj mua. Hashashizimi i vendit. Xhelal, kam radhën. Sinaloa. Tash që të heqim atë, Sinaloan, na duhet një që s'ketë këllqe. Dhe ky Xhaxhi që si ka këllqet, ka kapur partin edhe një tu fanatikësh që i rinë gjujnë, janë gati thonë, si ajo që tha të varëm tuta për socialistët, sa me? 600.000 votus. Jo me 6 milion votus. Po i ke shifë se sa dalin 6 milion të votusve. I ke shifë se dalin në shesh ty. Dhe nëse do kështë e patë zgjedhje të lira, 800.000 do ishë. Ke më shumë se 800.000. Po s'diti marrë, se s'kam besim të kjo. Sepse i keni trahtuar. I trahtuat me Lulin, i trahtuat me Berishën, i trahtuat të zgjedhje. Se nuk u denancua në fushat që të shë. Kujdes votën, kurse mas votë, po ta gëzoj për jush, më falimderit për jush, dorata juj. Pastaj, me qenë se nuk të përqeka alternativa, pse i kanë shkuar votat të Rama, nuk pas kanë shkuar ke partit alternative? Po se asimo janë kopja juj, por janë kopja juj, dhe gjitha kanë dalë, gojnë e ka dalë nga ju. Doli ky dashë e ima të tjetër. Jo më s'ka fajt, por e Berisha në rrugë zedhere. I vetë rrugë që shisa. I vetë rrugë që është në drejtë zotit, është Sali Berisha. I ka fajt Berisha. Po për ta se unë digjojnë më fort, përndaj nuk po për ta s'tu. Po ti do me më ndërhy dhe po për ta se më digjojnë. Atere, i vetë bisakt në Shqipëri është Sali Berisha që di se çfarë bën. Sali Berisha është ortak me Edi Ramën në këtë lojë, janë një establishment dhe po ju mbajnë. Ai mban energjinë opozitës, ky tjetri u mban pushtetin. Dhe shkojnë edhe këta që janë deputet, që janë zgjedhur nga Sali Berisha në listat mbyllura dhe këtë qendrim do të mbajë ky zotria se për këtë paguhet. Kjo është ideja. Më kuptoni shqiptar dashur. Pastaj zgjidhni vetë po shkoni votuj. Barova. Atëherë Sa po dini nga taksa qytetarëve ose paguajnë nga PD-ja për të mbajtur këtë qendrim. E ka çu PD-ja, me taksat e mia. E ka çu PD-ja me taksat e mia. Se kam zgjedhur atë. Ka zgjedhur Sali Berisha. Unë kam votuar për tjetër, listë hapur të Tiranë. Edhe një herë. Edhe kam bërë fushat njerëz për listë hapur në Tiranë. Kurse këta në lista mbyllur. Si ka futur, ka futur. Edhe të letë të drejtën edhe po prap fol. Më ngacmoj e zotëria, kërkoj ndjesë. Kur dush me gjithë një mundësi, që ta kuptosh ti, mund t'jenë një ndër personat më të votuar në Shqipëri. E dima. Jo, po nuk e di se ti abuzove me këte, abuzove. Abuzoj për tani. Po tani dhe atër. Keme ritën e madhe, ke marrë kamzën. Edhe ke marrë kaq vjetë. Tani kishte publicitet për ty. Nga që Rama për këtë lojë. Shkotha prizë të Gjellalit, sa Rama. Por drej sa bën lojnë këshumë dhe... Do më thani... Jam ndër ato persona që kam dalë me vota majoritar për kryetar bashkije, për drejtus politik ku kështë zgjedhje qendrore në Kamës, kam fituar dhe në Dibër, dhe absolutisht nuk jam asun dhe shumë të tjerë deputet që kanë qenë listat mbyllur, jo se janë frikur garës, por ashtu ishte sistemi i asaj qeveris
së korruptuar që e la po themi me 30% listë mbyllur. Së dyti, nuk është Sali Berisha që pas ka përcaktuar ato si masoreksit ti se këto do t'jenë listën e mbyllur dhe këto do t'jenë listën e hapur. Dhe në aspektin personal jam i gatshëm për të përballur më këdo listë hapur dhe për të marrë votën që i takon siç ka qenë më përpara mazhoritar i pastër. Dhe Partia Demokratike edhe tani me Sali Berishën që po thot kudo është e gatshme për të konkuruar me listat hapura që të përcakton qytetarë se kush dalë. Le që ndodhi, se kur s'ke votat në parlament, ndodhë çfarë do që donë ai që ka mazhorancën e votave. Partia Demokratike ka 50 mandate sot. Partia Socialiste ka mjaftueshëm për ta ndryshuar siç ja heqi koalicionet parazgjedhore, siç bëri këtë me listat e mbyllura etj. Pra nuk ka çfarë të bëjë Partia Demokratike kur nuk e imponon, po themi mazhorancën. Por Partia Demokratike ka kauza po prap në lidhje me këtë çështje dhe thot të rikthehen koalicionet që të mos shkojnë votat e partive po themi opozitare tek mazhoranca. Se Partia Socialiste i ka shkrir partit. Jam dakord. A do i vjedhë? Le ta mbaroj o vllai. Po mbyll këtë koncept. Po le ta mbyll. A do i vjedhë? A do më lësh mua ta mbyll? Ja ta përfundoj argumentin. Po se kuptove, ndjekë prapë emisionin më vonë. Tani unë po them, partit e majta që ishin, njërin e dërgoi ka Akademia Shkencave, tjetrit ja bleu, tjetrin e futin parti dhe pastaj pashtoj s'ka asnjë. Ky ka hequr koalicionin. Nëse Partia Demokratike do kishte patur listën e koalicioneve në vitin 2021, por në vitin 2025 ne do kishim fituar. Po partit e këtyre partive të vogla, votat e partive të vogla, kanë shkuar në favor të mazhorancës që është sot. Ka shumë të drejtë zoti Nxirr për këtë. Ne jemi të qartë për të patur koalicione parazgjedhore, për të patur listat hapura dhe për të respektuar votën e partisë madhe apo partisë vogël. Më fal pak. A do ta vjedhë prapë? Nëse do ishin të kthyer dhe megjithatë, bashkë kanë bërë kodin zgjedhor. A do të vjedhë prapë? Kur një tryez kartonin tani. Fajin e ka vetëm Berisha, fajin e ka Berisha. A do të vjedhë prapë? Valla një përgjigje. Unë mendoj se po. Jo prapë, hajde do të jemi herë. Sa herë bëhet fresk. Pasti qeveria teknike të gjitha. Sa herë drejtohet kishtit të Sali Berisha që fajin e ka Berisha për këto gjëra, atëherë kështu do vazhdoj. Sepse shenjtor fajin e ka gjithë kishti drejtohet te plaga. Plaga sot është e Dinama. Po kush do ta heqë pra? Këtë po themi, kush do ta heqë? Gjithë ne nuk do të flasim. Ne do të flasim për atë. Ore, unë se hiq dot, unë se hiq. Nëse ti rrin tu bë propagandë tu kundër Berishës dhe kundër PD-s, normalisht. Po ja po them rrov Sali Berisha, rrov Sali Berisha. Jo mos ka pa ato. Po jo mos e kanë bërë 90 para te. E kanë bërë 90 para te. E kanë dhënë me unë. Unë kam qenë me lus pa. Po pra ke qenë me kemi qenë në të njëjtën kohë. Unë edhe kum bujt atë sistem që do të dishti. Po pra, para te edhe kanë fituar ty ku kam qenë. Faleminderit shumë që ishit mbrëmjen e sotme në Kuovadis. Faleminderit ju që na keni ndjekur. Bashkë takojmë të martën në orën 21. Natë e mirë.